Mirëmbrëma të dashur miq, natën me Aulonën që sot është bërë sikur do shkoj direkt e sa të mbaroj emisionin në mbrëmjen e maturës, meqense jemi edhe në kështu sezon edhe fazë mbrëmjesh mature, u kënaqi sa më shumë, bëfshi sa më shumë qef, po tjetër gjë do flasim. Mbrëmje pas mbrëmje ne flasim për vajzat. Vajzat të cilat nuk gjejnë djalin e duhur, vajza që nuk bëjnë çdo gjë vet, vajza që mund të bien, por dinë se si të ringrihen më të forta. Po djemt, ç'po ndodh me djemt? Dikur, djali i shtëpisë ishte sinonimi i edukatës, punës, burrërisë dhe përgjegjësisë. Sot, shpeshherë, është më shumë sinonimi një profili Instagrami me filtra, një palë atlete të bardha dhe një moto motivuese të kopjuar nga TikToku. Por nuk është se janë të gjithë njësoj, disa janë duke u rritur me një barë të madhe për të mos qenë si baballarët e tyre. Por, as si djemë që nuk kanë asnjë plan për të nesërmen. Janë të humbur diku mes burrit tradicional dhe mashkullit modern që ndjen, flet të qanë. Pyesim veten, a duhet të hap derën apo thjesht të ndajmë faturën në takimin e parë? Dhe shpesh nuk din as vetë se si të sillen. Djemt sot janë një brez totalisht në konfuzion. Të ndëshkuar kur janë shumë të ndjeshëm dhe të thumbuar kur janë shumë të ftohtë. Por në fund të ditës, cili e vendos se kush është një djalë i saktë? E vërteta është se edhe djemt ka nevojë për një vend ku të ndihen të dëgjuar. Jo vetëm kur gabojnë, por edhe kur tentojnë. Edhe djemt lëndohen, por rrallëherë ndalojmë për ta pranuar këtë. Sepse janë mësuar që djemt nuk qajnë, djemt nuk flasin shumë, djemt duhet jenë fortë. Sepse djemt nuk janë as të mirë, as të këqinj. Janë njerëz në ndërtim si të gjithë ne. Dhe nëse do të rriten siç duhet, ka nevojë për më shumë se sa thjesht një status në Instagram. Ka nevojë për edukat, mirëkuptim, për gratë të çmendura pranë tyre, dhe ndonjëherë thjesht për dikë që u thot, është në rregull të jesh ti. Kam folur shumë për vajzat, por kaq gjatë. Sa fola sot për djemt nuk e kam bërë asnjëherë. Por nuk e bëra kot, ka një arsye. Sepse sot i gjithë emisioni është i dedikuar djemve, sepse kemi 3 djem të ftuar. Nisim me një herë me të parë. I ftuari që kam sot është ndër ato personazhe sy pa trembur që i thot gjërat siç i mendon. Deri më sot e kemi parë në studio të ndryshme televizive, pikërisht duke dhënë mendimin e tij, por me sa duket mendoj që ka ardhur momenti të ketë një hapësirë të vetën personale, ku të thot mendimet siç vërtet i shkojnë përmendje. Se kam përshtypjen që studio televizive gjithsesi disi të censurojnë, sado sy pa trembur të jesh. Gazi, përshëndetje. Përshëndetje. Jasmin Dykashi, faleminderit që jeni në natën me Aulonën. Edhe për mua kënaqësi që jemi bashkë. Më thuaj drejtën, i thua 100% mendimet siç i ke kur jenë për studio televizive apo? Në fakt them drejtën, unë i them 100%. S'kam rezerva fare, nuk pyes për censurën për gjonat, por e them mirë, në emision tim temën do e organizoj unë siç mendoj unë që i kam i çik ca zigzake kështu. E kthej nga kështu edhe aty është loja e bukur që ata që do e dëgjojnë do jetë fani, kaq. Sepse ti tani më do të kesh podcastin tënd. Po. Zigzag me Gazin. Si lindi ideja? Po, shiko, shumë që i kam unë komentues që më duan e këto, më thonë, o Gaz, po se s'boj gjëtë të në këni. Po, tani unë jam i qik i angazhuar me shumë edhe me investime me gjëra. Por, një këngë që kemi bërë në Big, që është shumë e bukur si kënga ajo, po su anon që u fort, ne po e aranxhonim, po e sillim Terezia të këngën, po e bënim, dhe ajo, ke momenti i referent e ka, tik-tak, jena bo si zigzag. Edhe zigzag, na tingloj aty dhe thamë, ta vem zigzag me Gazin, dhe kolonë zanore është ajo, do më thënë. Po pse të lindi ideja për të patur një podcast tënde, duke qenë se ti je vazhdimisht prezent në media?
Po dua ca tema unë që, do më thënë, dua temën unë, se atë, kur është tema, për shumë, atje ku shkoj unë, do i qëndroj asaj teme, po du ca tema tjera që du t'i shtjelloj unë, që janë qik, po do jenë gjitha fani. Po ja, e bukur është ajo, për shumë, toka është vezake, është e rumllakët, është e shtesht, është në formë sfere, apo se dim fare, si është toka, kodë. Si është? Ta nisim këtu debatet dhe pastaj ta vazhdojmë tek zigzakun. Shiko, a rotullohet, është dhe kjo, rotullohet apo rrinë vend, apo rotullohet kështu, apo rotullohet kështu. është një temë shumë. Dhe unë e kam shumë qef këtë, sepse në formën që do e sjellun këtë problem, do jetë gjithmonë që ka vend për të gjitha mendimet. Dhe këtu do kemi atë nga të resën, se për shumë, ne themi e shesh dakord, mund tjetë e shesh dhe mund tjetë dhe rumbullakët. Sepse është e shesh, po në formë të rumbullakët, po mund tjetë sferike, a është sferike, po tjetë sferike kur ajo rrotullohet, se themi që rrotullohet, po ujë që është i lëngët dhe toka është e ngurtë, pjesa e tokës ngurt. Si ka mundësi që ato rrotullohen të dyja, se nuk mund të rrotullohen të dyja, do më thënë pjesa e lëngët, ka tjetër lloj elasticiteti, pjesa e ngurt ka tjetër lloj elasticiteti. Ja, se unë inxhinieri kam... Politik do ketë? Politik do ketë? Jo, politik ja. Do më thënë, është ndaluar politik, fe, jo e ndaluar, do më thënë e ka mu si parim, këto janë gjëra për njerëz më të ditur, më të zgjuar e kështu, ne jemi qik më fani. Sherrë do ketë? Mendoj që nuk do ketë sherrë, do ketë sarkazëm, do ketë ironi, po unë se kam qef sherrin. Debatin më pëlqen, por do i le gjithsesi që mendimin e vet ta mbroj fort, e kupton? Edhe njerëz besoj që se më shumë do e zhvilloj vet me publikun. Por njerëz të ftuar që do kem, do bëj ç'është e mund që ata ta thonë mendimin e tyre, domethënë siç po mleti tani mu, që ta them mendimin tim për atë që dua unë ose atë që do ai të shtjelloj. Kjo do jetë shumë e rëndësishme, se dhe në emisionet që vete unë, atë që vlerësoj ke ai që moderon, moderatorit do të thëmë vlerësoj që të le spacio që ti ta thush mendimin tënd. Shumë e vërtet. Dhe kjo është ajo ideja. Dhe njerëzit besoj se janë lodhë, do më thënë, kemi në programe për sherrë sa të moderatori flet më shumë se sa... Ose kur thë nuk dëgjon një dëgjues i mirë si moderator, ai fiton shumë sukses sepse në vere e unë për shumë, jam duke parë Gazin në një emision, një moderator. Në momentin që një specialist do të thot një gjë, ai merret me skaletën dhe thot dëgjoj dhe kalon pyetjen tjetër. Po, unë kam dashur ta dëgjoj çfarë po thot ai. Dhe këtë e kam vënë vath vesh që dëgjoj le tjetrin ta thot mendimin se ka njerëz shumë që duan ta dëgjojnë atë mendim. Kjo është ideja. Si e priti i bie ta kutie gjatë gjithë kohës si ftuar faktin që ti do i bësh rivalitet? Po si bëj rivalitet bjetës? Jo, e di pse, se unë atë, do më thënë, nga që kam vite që merrem me televizion gjithë jetën dhe unë nuk dua të bëj një gjë që të bëj kresh. E kupton? Dhe mundohem që ajo gjë që të bëj unë t'jetë komplet tjetër gjë me ato gjërat që bëjnë panelet e tjera. Që edhe njerëzit kenë një interes tjetër, mos t'jetë interesi po i njëjti që po shohim të njëjtin version e tjera tjera. Ka pasur ndonjë temë në cilën ti ke qenë i ftuar ku vërtet je ndier në siklet në gjithë këto vite që... Kjo është problem. Unë nuk ndjem siklet asnjëherë. Asnjëherë? Jo, s'ndjem siklet, sinqerisht. Shikon, natyra ime është që unë jam ujor dhe kemi kontroll emocional shumë perfekt. Dhe ajo që unë mendoj kur vete në i panel, sinqerisht dua t'ja bëj sa më të bukur panelit atë emisionin që ka. Dhe kur nuk e kalojmë personal, mu edhe në qosh që të nxefe me të bëhem, ajo s'ka lidhe fare, nuk është se janë nxef, po është puna se ashtu e do paneli, e do që të bëhet diçka që njerëzit mos ngelen. Por gjithmonë kam një gjë, që me ironi, me humor, me të bërtitur, me gjithçka, du t'jap zërin e masës. Do më thënë, atë që mendojnë njerëzit, unë du t'a them televizion. Se është një problem që njerëzit nuk e gjejnë shpesh atë që mendojnë ata. E kupton? Duke qenë i pavarur pak edhe nga ana ekonomike dhe gjitha, unë nuk kam asnjë problem se për shembull do me iqin nga puna
në televizion apo diçka, po e them atë mendimin si e mendoj unë dhe kjo është gjithë ideja. Kjo dashuria jote e madhe për televizionin, lindi me kalimin e viteve apo e ke pasur që në rinin të? Shiko, unë atëra, kjo është pyetje shumë e bukur, që më intereson, ta shtjelloj. Unë kam qenë 6 vjeç kam fillu me mësu kitarën Pallat Pionerit. 6,7, diçka e tillë. Dhe pastaj ne nga Pallat Pionerit bëshim si tip koncertesh dhe na merrte RTS-ja, se ishim shumë afër. Dhe unë jam mësu me televizionin qy i vogël, domethënë, gjenim një mënyrë, mund kanë futur dhe në vallën. E ke parasysh se nga që dhe kërceja në i qik, dhe mungon të në i gaz tani, unë ishe kitarës, do futesh dhe në vallë, se ashtu e kemi rinim aty ke ato lampat që ishte një vapet frikshme në atë kohë, e gëpton, se atëherë s'kishte as freskus as gjë, por e mbaj mend që rinim prapë me atë qefin që ne do dalim televizion, se RTS-ja ishte gjigande. Dhe që atëherë jam mësu me këtë, pastaj kam fillu me bëja atë koncerte kështu me kitarë për shembull që ishin jo valla ungareze, jo qik Bach, qik Mozart e tjerë, se ato ishin atëherë, dhe kjo më bëri për shembull që t'isha shumë natyrshëm në televizion. Dhe kjo pastaj dhe që kur hapën televizionet e para, unë kam pas emision për beautyn, kam pas emision ke TV-ja, llogaritë, një nga televizionet e para. Edhe kam qenë me atë bjondën e RTS që kaloj, bo tani, do më vrasi. Ketrin? Jo, me, që përmend të gjithmonë zhanri. Wow. Kur ta kujtosh? Mos më vjen një re se tani ka emrat jam problemi madh. Edhe kishim emision të premten dhe bëjshim unë jepsha elemente të parë të beautyt në atë kohë, sepse Shqipëria akoma nuk ishte hyrë në atë, si themi, industrinë e bukurisë. Unë vija nga Milano, detyrimisht përcillja frymën prej andej dhe si themi, jam pioneri i asaj ndryshimit të imazhit të vajzave në Shqipëri, sepse në atë kohë ishte shumë e pazhvilluar. Thjesht vajzat mendonin vetëm një qethje, thoshin ato. E kupton, ishte kështu dhe ose një permanent maksimumi. Duke qenë se futëm, për shembull, idetë e make-upit, idetë e kombinimit ngjyrave, idetë e kolorit flokëve të tjera, dhe ishte interesant si emision. Por dhe ai t'jepte atë frymën që, domethënë, në televizion, për të bërë shikueshmëria, duhet kjo lojë, unë rria, montoja në dark deri vonë, atëherë t'jepshe një renter, do rrije një orë, shkoshim pinim kafe, sa të bëj videove, e tjera. Do vështirësi dhe kohës, që dhe ti ke qenë atjere, se je nga të para që je dalë në televizion. Edhe kjo ka qenë ajo, si themi, formi... Pa ti e rritur me televizionin, nuk ose prit ma pritur që ju fute një Big Brother edhe si që mund mendoj një pjesë e audiencës. Po, ata që s'mnjohë. Që s'tënjohin, pa. Po, ata që s'mnjohë, se pastaj në për emisione, unë kam qenë, ka pasi periudhë, fakt kanë të drejtë njerëzit, ka pasi periudhë që unë mora se hapa shkollën dhe biznes në Kosovë, për shumë për ato bizneset e mija të beautyt, dhe në Çeki, sepse ndërtum një shkollë nga e para dhe ata donin një det e mija, do më thënë që gaz do shkosh ti dhe do i orientosh që ku duhet, unë pa diskutimi isha dhe një plan pune, që më shumë isha orientu me programet amerikane, se ata në shkollë janë për mua shumë të avantazhuar, dhe shumë praktik, do më thënë, balancojnë shumë praktikën me teorinë, dhe çdo gjë që thuhet në teori, ata e hedhin në praktik, dhe për këtë arsye donin që unë t'ja jepja idet për, edhe ka ecur shumë mirë, do më thënë, tani Çekia është lider në atë fush, unë aq budesh 1 vit, 2 vjet, po ishin kohë që më shkëputën nga Shqipëria. Dhe kur riktheva në Shqipëri, shikoja, më ka ndodhur herë në studio, ka qenë shumë interesante, më thot një gocë, po ty s'njeh asnjë, tha, ti të dëgjoj që flet, tha, këto më thonë që ai është nga të parat e tjerë, po ti tha, s'të njeh asnjë. E i thash, me që s'mjeh asnjë, me që thu ti, i thash, do e shohësh sa do më njohin për pak kohë. Edhe shumë për pak kohë, pastaj patjetër u futa edhe herë, ju riktheva edhe herë, po bëri mirë se mosha të tërheq që ajo pjesa e dominos. Kurse ambicia të thotë vazhdo. Dhe besoj se thyva dhe tabucem, të hysh... Unë jam më i madhe që kam hyrë Big Brother. Kam përshtypjen që ti e mosha më madhe që ke hyrë Big Brother. Që kam hyrë Big Brother. Dhe që s'kam dallu shumë, do të thënë atë që pëlqej unë ke njerëzit, është që s'kam dallu shumë, që i kisha gjithë gati gjysmën e moshës time. Por atë nuk doja t'ja lejoja vetes që, se unë dija shumë gjëra që mund t'i nxirja, po themi, më keq. Por nuk ja lejoja vetes se thoja ai nuk i di sepse brezi ti di ca gjëra që si dim ne.
Nuk mundet të mburë mund tani se unë njoh X-in, Y e tjera, se ne njofim deri ke Aristoteli. Por, ama po të më thot ai mua, e njeh filan DJ, nuk e njohun, DJ, e ke parasysh dhe atëherë nuk mund mburresh me ca informacione që ti ke si bazë moshës apo. Dhe për këtë arsye i pëlqeja, azhurnohesha me ata dhe doja të jetoja sikur të isha dhe unë 25-30 vjeç. Dhe kjo ishte eksperienca më e bukur që pata në atë event. Zakonisht ndodh që banorët që kanë marrë pjesë në edicion Big Brother e krahasojnë më pas veten edhe formatin me edicionin pasardhës. Atëherë, unë e kam cilësuar, po tani kam mbaruar dhe ky dhe mund të them opinionin të Treshit. Unë them njëshi të katrës. Njëshi ishte korrekt, ishin dhe persona VIP vërtet, do më thënë, që i afroheshin shumë. Dyshi ishte brillant, ishte, do më thënë, një mrekulli me Luizin dhe me gjithë grupin që ishte, me Olten e me gjithë. Joni ishte toksik, do më thënë, pa diskutim, dhe ky i katëri, ky ishte liberta. E ke përsysh se ju leju çdo gjë. Këtë të tjerat ka qenë shumë i fort produksioni për mos leju asnjë gjë. Kështu, pse ishim ne toksik? Ne ishim toksik se ishte dhe Big Brother më i fort. Dhe duke qenë të gjithë të përgatitur, të para përgatitur, ata mbroheshin në mënyrë perfekte dhe atëherë ti për shikuesit bëhesh detyrimisht bëhesh boring, nuk jem interesant. Kush ishte më toksiku nga Big Brother juaj? Banori më toksik? Po, unë them vetë, nuk është se mund ta themi një personal, por vetë formati që u kriju ke ne, për shembull 24 veta. Po ta shohësh ke Luizi janë 15 veta. E kupton edhe i pari 15. Ky shqyqyri hyrjen me 20 më duket. 24 veta do të thotë që është një kaos i madh për një produksion. Ky është një fakt që ty të kthehet në boring. Kishte shumë konkurrent fort. Për shumë, 10 që ishte, të gjithë ishin konkurrent përfitus. Ata detyrimisht që do lunin, bën një humor ti. Unë ta kthej ty humorin sikur ti ke bëj budallik, e ke përësish. Edhe kjo bëhet, se ti e di shumë mirë se ke qenë në këtë lloj kompeticioni. Njerëzit e di kur të qesh një konkurrent aty me batutën tënde, do thotë që ti je shumë i fort batut. Se nuk qeshin ata direkt ta presin, që e ke përësysh ti që sigur i gjekot, edhe kjo është. Unë aty për shumë kam bo humor dhe qeshtin, një nga që më donin se isha dhe më i madh dhe nuk e jepja veten që shiko se të e di unë më mirë se ty se e tjere budallike, dhe e dyta ishte që unë shakane bëj shumë të shpejt dhe të fort. Nuk e le tjetë e gjatë, se po që e gjatë ajo pastaj ata ta këpusin, se thonë, i thrasin me të pritë se kjo është del mirë. E ke parasysh kjo është gjithë idea. Prandaj ajo është një lojë që njerëzit kur i gjykojnë mendoj që nuk bëjnë mirë, se shoh që i gjykojnë shumë ashpër lojtarët e Bigut. Ata janë njerëz që kanë dhënë veten për të dhënë show për publikun e për të gjitha. Dhe duhen mirë kuptu, mendoj në të gjitha aspektet. Nëse do bëjë një Big Brother me 4 fituesit, Ilirin, Luizin, Eglën dhe Gjestin. Po këtë bëjë tifo? Luizi është, jo tifo. Unë gjithmonë bëj me logjik. Shiko, lojtari më brillant është Luizi, pa diskutim. Lojtari fort është Iliri. Dhe lojtari i pëlqyer, do më thënë i pëlqyer për atë spontanitetin e tjere, është dhe Gjesti. Egla hyn ke ato vajzat e forta. E ke parasysh, do më thënë për këtë është pëlqyer, që është vajzë e fort, ka temperament e tjerë. Por për shihet e mia, unë doja ta fitonte Egla, për shumë arsye të mia në kokën time, po për shihet e mia, Luizi për shkak është që të jepte gjithmonë kënaqësi kur e shifshe, dhe pavarësisht se edhe mund bullizonte pak e tjera, ato prapë dhe ata vetë që bullizojnë nuk e ndjenin atë si themi si një formë denigrimi, po e ndjenin si një lojtar i bukur, lojtar i fortë e tjera. Se kishte humorin e gjitha që e ka dhe nga Shkodra, pastaj është artist i mirëfillt. Sepse Luizi më kam ndjek që nga ethet edhe më ka pëlqyer, nga që jam marrë me muzike kam kuptu. Është këngëtar, po them që ai mund të bëjë gjëra shumë të bukura, interpretime shumë të bukura, sidomos coverat i ka shumë të mira.
e zgjidhem dhe këtë në Big Brother me të gjithë fituesit e fiton Luizi. Për Big Brother. Nuk sa i përket folim për televizionin, sa i përket asaj që ti përmendet, bukurës, si janë bizneset, si po ecin bizneset e tua? Jo, mirë, shiko, është dhe një gjë, me që ashtu, duhet ta dinë që një kompeticion, në qoftë se ti del dhe njerëzit në përqindje janë 70 me 30, 70 të dunë dhe 30 dhe mos të dunë, se s'ka shanse të dunë gjithë. Unë them se je goxha mirë dhe unë e vere për shohun në bizneset e mia, ku shkoj tani për të bërë një marrëveshje për diçka, shoh që më hapet rruga shumë kollaj. Dhe do i thosh çdo njeriu që ka mundësi të hyjë big të hyjë vllase i humbur nuk del, vetëm mos u bë figurë negative. Sepse edhe se ta fitosh bigun, po ishe figurë negative, asnjë njeri nuk ka interes të merret, ti e di shumë mirë, sepse imazhi jote është ai që do e ndihmoj tjetrin. Kjo është gjithë ideja, por që ai është një hap shumë i fortë dhe shumë i mirë, është pa diskutim. Ka sjell lek bigu do? Lek ka sjell, po euro më shumë. Lek... Se më mi lek tani se euro vazhdon tjetë. Po pra, ty vjen se çdo që m'japin në euro, nuk m'japin lek. Jo, bëjsheka. Unë nga që jam me biznes vetë këto, unë mund të bëj një punë me klerinë e gjë, po jo se do pranoja keshin në të formë. Po dhe kleringun të ndihmon shumë, sepse nëse ke ide dhe do të zhvillosh biznes e gjë, do të shkoj gati me gjysmë shmimi, mund të shkoj... Lekë që s'dali nga xhepi ato, kështu që... Lekë është prapa i konvertuar. Kjo është e padiskutueshme që ndodh. Si të bëjë një analisti tani, një vlerësim për vajzat dhe gratë në Shqipëri, sa i përket lukut të tyre, zgjedhjeve që bëjnë? Unë mendoj që, shiko, përveç faktit të uniformitetit, unë vlerësoj shumë kujdesin. Domethënë, atë që bëjnë kujdes dhe janë gjithkohës në, si themi, në alert që duhet jem bukur, mu kjo më pëlqen. Pjesa që bën, unë do bëhem si Aulona, kjo nuk pëlqen. Domethënë uniformiteti, sepse edhe kulturën që kam unë nga perëndimi është që çdo njeri të ketë personalitetin e vet. Dhe kjo është pjesa pastaj që gjithmonë në fakt unë i kam dhënë zë. Sa kam pas mundësi dhe po e them edhe prapë. Vajza duhet ta dinë që nuk do të thotë që ti duhet të jesh si një kopertinë, po ajo, si themi, personaliteti jot i veçantë është ai që të jep ty një gjë shumë të këndshme, se ti nuk je si tjerët, je diçka tjetër dhe mu më pëlqen. Nuk i pëlqen një tjetër, s'ka gjë, po nuk do t'i pëlqejë gjithëve. Kjo është gjithë ideja. Kur të arrijmë në këtë pikën, them që ne jemi civilizuar dhe në drejtim të imazhit, po themi. Se besoj të gjithë e kanë pa, vetën Spanjë, vetën Itali, vetën këto vëndet që janë shumë civilizuar dhe nuk shef dy vajza një lloj. Ndash në veshje, ndash në make-up, unë shova të Ako Sapone është paradite, po ta shohësh në pub është një i rënduar e gjitha e njëjta. Po ato mendoj që kultura familjare dhe popullore i jep atë që ta bëjnë në vendin e dur dhe në kohën e dur. Po ta shohim me një sy kështu që jemi mësuar ne, domethënë sikur ne jemi qendra e botës, që duhet jemi të lyer qynë mjesë deri në darkë lloj, aty them pastaj që është një mentalitet i krijuar që duhet me kalimin e kohës njerëzit velen, se do kohën e vet çdo gjë, dhe të filloj pastaj ajo që secili të ketë uniformitetin e vet personal, jo të jetë një lloj me të tjerët. Në çdo vit e karrierë, cili ka qenë momenti yt më i vështirë? Po, besoj më i vështirë ishte pjesa kur unë isha duke punu jashtë dhe lash bizneset e mia dhe i lash qik se ne bëjmë dhe një budallik se i rrim në kokë gjithë gjërave vetë dhe pastaj një mungesë jona ndjehet fort. Domethënë vetëm ky moment ka qenë një moment dhe rikthimi prapë Shqipëri, po ta kisha menuar se bëja më kurrë. Domethënë sepse rikthimi vura re që kisha skonto të mëdha, domethënë që kisha lënë mbështetje të mëdha në atë punën tonë, që ka të bëjë me imazhin dhe duhet t'jesh patjetër në krye. Po tani shqyr vajza ime, se është dhe një gjë, se ne kishim 30 vjet biznes. Jemi të parët që kemi hyrë në këtë linjë, dhe në qoftë se s'ke një fëmijë ta trashëgojmë, kanë thënë në Itali vite përpara, ajo vdes, të rrof ty që bëre gjitha të punë, gjitha të imazh, gjitha të karrierë, gjitha të klientele tjera dhe ti s'ke një trashëgimtar. Shqyqyr zoti mund nga dash dhe vajza ime ka talent shumë. Në kompeticione jashtë gjitha ka dalë gjithmonë shumë mirë para ka dalë.
Dhe ajo tani është edhe më e mirë se unë në këtë profesion dhe ka me dëshirë. Që e vogël ajo në i kap të flokët e klientëve këto. Edhe se ka hyrë që e vogël. Po, është rritur në atë ambient. Edhe kjo nga ka bërë që të ndjemi shumë ratë dhe binesi inaugurova një qendër të re komplet është e asaj. Dhe ti s'kesh mundësin, ti dedikohesh pak më shumë pasionit tënd për televizionin. Po, kjo nga ka dhënë mundësin, po, pikërisht, se ajo më ka liru komplet. Të bën ndonjëherë vretje për daljet e tua televizive, vajza? Shiko, unë jam kritiku i vetës. Ndërsa vajza, Suela, djali janë gjithmonë që ti që do që të bësh, ke arrit e i pikë më thonë më tani, që ti që do që të bësh njësit qutit rrisht e pranojnë dhe tonë sa bukur që ka kjo. I thash, kjo është efekti asaj që krijohet një imazh dhe njerëzit nuk duan ta prishin atë që kanë në kokën e tyre dhe e ruajnë ashtu. Edhe sikur të bëjmë një grop në një moment, e ke parasysh si thotë Julia, thotë bukur, grop. Ruan marrëdhënie me banorët e bigut të? Po, du të gjithë. I kam qef shumë, për mu janë shumë të mirë, gjithë. Për gjithë ata që s'kam parë puntatat që janë transmetuar deri tani të Zigzag Magazin, që është në YouTube, por ditët, orën, kur transmetohet? Atere, se ne kemi dalë, do më thënë, është të mërkurave në orën 9. E kemi gjeti ditë që nuk është të ngarkuar me emisionet tjera, dhe t'jemi sa më këto, dhe në YouTube e gjenë Zigzag Magazin. Dhe në Instagram është pojtë Zigzag Magazin. Bëhet shumë gallat aty te podcasti, kështu që... Shumë fani. Ja, dhe këtu u knaqëm. Uroj që t'jesh knaqur, unë nuk knaqja me ty, është kënaqësi. Jo, unë nuk knaqja dhe të vlerësoj për atë që e thash dhe përpara, që të le akses të flasësh lirshëm, të ndjesh rata dhe kjo. Aulona është një knaqësi. Faleminderit shumë. U knaqja. U knaqja dhe unë shumë me ty. Publicitet, rikthehemi pas pak. Kemi pasur artistë ndryshëm në studio, në rubrikën Ylli në Ball, këngëtar shumë, aktor, po kemi pasur gazetar. Ama sot vjen një zhanër tjetër i artit, edhe unë jam shumë e lumtur që ta eksploroj, ta pyes dhe të mësojmë pak më shumë për të, por edhe për pikturën në përgjithësi në Shqipëri. Franco Dine, faleminderit që jeni natë me Aulonën. Përshëndetje. Piktor, ë? Mund të themi kështu, si do ta, nëse ne do vendosnim titrat poshtë. Si do të përcaktonim ty? Street artist, piktor, si do doni ju. Në Shqipëri përcaktimi varet nga njerëzit, se edhe emrin, Franco Dine, në përgjithësi, unë desha ta quaj vetëm Franco, po Dine ma vunë njerëzit. Emri im i vërtet ishte Francesco Dinaj. Dhe mua më ngeci Franco. Në fillim thash që do vija vetëm Franco, dhe Dine ma vunë njerëzit. Në me thënë, aty Franco Dine ngeci vetë nga njerëzit. Do me thënë, njerëzit filluan të thoshin Franco Dine, dhe ngeli Franco Dine. Emër arti, pra, është një emër arti. Ngeli Franco Dine. Dite, piktor ose street artist? Duket sikur, më falë që ndërpres, duket sikur piktor është një peshë me madhe, ndërsa street artist sikur, ama se marrë shumë seriozisht. Jo, street artist është në fakt një term shumë i ri. Ndërsa piktor është realisht është pak më, le të themi është më i rëndë, si është më intelektual, ndërsa street artisti është ai që performon në rrugë, i përmbledh të gjithë zhanerin e... Shiko, street artist përmbledh gjithë zhanerin e rrugës, sepse nëse quajmë kështu, unë jam muralist. Dhe gjithë këta, sepse ndahet në të gjithë pjesën e saj. Do me thënë, nëse ne thëremi street artist, do të përfshim muralist, do të grafist, skateboardet, ciklistat që bëjnë në rrugë, ata performusit në rrugë. Do me thënë, street artistët... Artistët që bëjnë artin e tyre në rrugë, performusit në rrugë. Por ajo që ka unë bëjt tamam në rrugë është arti moral. Që është për të gjitha ta që në ndjekin? Arti moral, moralist. Po, qarë bën? Qarë bën konkretisht? Pikturat morale. Si, e duham të gjithë procesin, sepse jo të gjithë kanë informacion. Si unë i bëj, si mund të ta shpjegoj më thjesht. Nuk ta vjetin profesion. Jo, si mund të ta shpjegoj më thjesht. Në momentin që unë shikoj një fasad, shikoj
çfarë mund të bëjnë atë fasad, tematikat dhe të gjitha këto... E hedh në letër një përpara, apo jo? Sigurisht që hedh në letër, në program, në Photoshop dhe të gjitha tematikat me radhë. Sot ka ndryshuar pak kohëra. Çfarë dua të them? Përveç se teknologjia është bërë shumë e avancuar, chat GGP-ja është bërë shumë e avancuar që të ndihmon në një farë dhe varet si ti e përdor në këtë gjë. Projektori dhe të gjitha këto faktorët e tjerë përsëri ty të ndihmojnë dhe të japin një dorë plus përsëri për të ndihmuar për ta projektuar. Dhe unë po bëj disa le të themi sot dhe dje. Se si është arti sot dhe dje. Në këtë fush, teknologjia sot të ndihmon për të avancuar dhe ti të bësh një pikturë murale, ndërsa dje ka qenë shumë e vështirë për të bërë një pikturë murale, sepse çdo gjë ti duhet ta bëje me handmade, duhet ta bëje me dorë. Sot është shumë e thjeshtë për ta skicuar, sepse mjafton ato çka po tham në kompjuter, në Photoshop, në projektore vendos aty dhe ti ndjek linja, ndjek skicën dhe e projekton dhe e bën. Por dikur ishte shumë e vështirë për të dikur, kur them dikur para, le të themi para 15 vjetësh, ishte shumë me vështirë për ta krijuar këtë gjë, sepse çdo gjë duhet të bërë me dorë. Ja përse disa artistë sot në botë, ndër 10 artistët më të mirë në botë, mbahen akoma me emër, sepse ata vazhdojnë të bëjnë piktura, fasada të mëdha me dorë. Nuk përdorin as teknologjinë, as projektorët dhe gjitha këto me radhë për të skicuar këto, sepse sot është shumë e thjeshtë, çdo kush mund të bëhet artist rrugë sot. Vërtet? Po, sepse teknologjia ka arritur në... Shiko, sot... I bën teknologjia, se bën ti. Teknologjia ka arritur në ato nivele që çdo kush mund të bëhet street artist, çdo kush mund të bëhet gazetar, çdo kush mund të bëhet shkrimtar, poet, çdo gjë. Teknologjia i ka bërë që çdo kush mund të jetë një artist. Për fat keq. Për fat keq, po. Për fat keq, po, sepse ai që është vërtet një artist barazohet me atë që nuk është një artist. Dhe të dy dalin në treg të barabartë. Por ai që i shef të dy, thot, okej, këta që nga të dy njësoj, por në mbrapa sken, nuk e di. Pra, ai nuk e kupton që ky është ndihmuar nga teknologjia dhe ky tjetri ka dhënë maksimumin e vet për të arritur që të barazohet me teknologjinë. Ti kur e zbulove këtë talent tëndën që më pas u kthyet në profesion? Kur unë kam qenë fëmijë, unë kam pas 2 profesione që kanë qenë komplet kundërta me njëra tjetrën. 2 ishte arti mural dhe piktura dhe që të bëhesha veteriner. Ajo, okej, thasë futbollist. Jo, të bëhesha veteriner. Do me thënë ishin krejt kundërta, totalisht krejt kundërta. Dashuria ime për kafshët vazhdon akoma. është jashtë mase shumë. E shohim të krau. Po, jashtë mase dhe në gjitha pikturat e mia nuk mund të mungojnë kafshët, por prindrit më shtyn pak te kjo pjesa e pikturës. Do me thënë, kur ti je fëmijë, do dhe një shtys nga prindrit që ata më thanë që shiko, ti do të bësh një artist sepse okej, ti kur të rrite, ishte edhe mentaliteti, do shkosh me lop, me dhi, do të mbash era gjithkohës, kurse po të jesh një artist, ti do të jesh gjithkohës me intelektual, me njerëz të dijes, dhe ata më shtyn drejt artit. Po ti e kishe qef, kishe talent. Sigurisht, ishin të dyja këto ishin ëndrat e mia, nuk mund t'i ndaja dot. Dhe kur isha i vogël, unë shifja Disney dhe për shembull, po ju them rastin Mbretin Luan, unë e bëja sigurisht në kafaz, ose Kalin e shpejt Spirit, unë e bëja sigurisht e i lidhur. Do të thënë, bëja variacione të tilla të kundërta e atyre që Disney bënte. Do me thënë, shifja vizatimet e Disney dhe i bëja. Do me thënë, kisha një lloj dashurie shumë të madhe për artin. Pastaj vazhdova kurset e pikturës edhe më vonë pastaj kurse mbas kurse, profesor mbas profesorësh. Do me thënë, profesorët më menin me vete. Po ndonjëherë
Ti the që familja të kanë mbështetur dhe të ka shtyr drejt artit. Shpesh ndodh që në Shqipëri familja edhe të stopon pak se thot ç'a do bësh, nuk fiton shumë lek, nuk është profesion që t'jep shumë të ardhura. E ke pasur ti këtë problemi në fitimit me punën që bën? Kjo ka qenë me thënë të drejtën, po ishte një diçka që shiko, kalon. Nëse çdo lloj, edhe e di si është puna, kjo është si ajo pjesa që po ti thuash një fëmijë sot, shiko, në Shqipëri nuk ke të ardhme, në Shqipëri nuk ke të ardhme, është e njëjta gjë. Po ti thuash një fëmijë, shiko, në Shqipëri nuk ka të ardhme, në Shqipëri ai me atë do ngulitet dhe do thojë, "Okej, në Shqipëri nuk ka të ardhme, do ta shohë çdo gjë bardhëzi." Edhe po të thuash në gazetari nuk ka të ardhme ose në çdo gjë po ti thuash nuk ka të ardhme, ai ashtu do ta shohë. Edhe ke thënë një të vërtet shumë të madhe që për fat keq e vazhdon të ekzistojë në vendin tonë. Kështu është, nëse ti do t'i thuash që shiko, edhe një dikujt, po ti thuash për një gjë që vërtet ajo nuk ka të ardhme, po ti thuash që shiko, ajo do t'i arrish me atë gjë, ai do t'i arrijë. Edhe kjo ngulitet kur është fëmijë. Dhe aq më tepër, shiko, unë shifja filmin Shqiptar Apasionata. Po ju them një ngjarje. Dhe prindrit e mi më thoshin, e shikon atë film? Po. Unë nuk isha konkuruar akoma në Akademinë e Arteve. Dhe më thoshin, a shikon sa po punojnë ata, sa po arrin, a ishte film artistik, dhe shikon sa duhet punosh që të arrish në akademi, e shikon se si është të arrish, të punosh, e gjitha këto me radhë. Fjali motivuese. Motivuese që unë duhet të punoja që të arria në akademi, sepse nuk ishte e thjesht që të futeshe në atë shkollë. Do me thënë, mënyra se si ata mashtronin mua ishte një rrugë e cila nuk është e lehtë që të bësh artist. Duhet të punosh, duhet të ushtrohesh fort. Dhe kjo ishte mënyra e duhur për të bërë një artist. Duhet të lexoje shumë e gjitha këto me radhë. Cila është vështirësia më e madhe e profesionit tënd? Vështirësia më e madhe sot, në këtë periudhë që jetojmë, është teknologjia. Ajo që diskutuam. Ajo që diskutuam. Teknologjia është vështirësia më e madhe sepse ajo I ka bërë të thjeshta shumë gjëra. Do të thënë, mjafton që ti të googullosh diçka dhe ajo të thjeshtëson shumë gjëra. Të thash, çati sot, dy gjëra mund të kërkosh, ajo ti bën, ti konizon ai shumë mirë gjërat, sa ty të lë në një farë mënyrë të lë të met. Kupton sepse nuk të lë më që ti ta shtjellosh atë gjë, po ajo ta jep, ti mjafton ti kërkosh një imazh dhe ajo ta bën gati, nuk të lë më as ta shtjellosh atë gjë, po çdo fantazinë. Po kjo për të rinjt është shumë e dëmshme. Vdes arti. Për të rinjt unë mendoj që për të rinjt është shumë e dëmshme. Sidomos aq më tepër që unë e di shumë mirë që shumë të rinj vinë dhe e kam kuptuar shumë mirë, vinë dhe tregojnë ide dhe thonë, shiko sa bukur e kanë bërë këtë, unë e di shumë mirë që ata kanë marrë nga ajo gjë. E kupton? Si bet fjalë kuptohet, sepse e di nga kuptohet sa I lexuar është ai. Ti e kupton shumë mirë, si ka mundësi që një adoleshent, kur ti shef pikturat e tij që janë amatoreske, nga dita me natën, ai ka ndryshuar dhe ka bën një pikturë, wow, s'ka shanse, nuk ndodh, si mund të ndryshoj ai për 2 ditë, nuk ndodh, dhe ai thot, kam bërë këtë, po jo e kam bërë kështu, mundohet, dhe ai gënjen vetveten, po kjo nuk mund të ndodh, sepse këtu fillon problemi më I madh me adoleshencën, kur gënjen vetveten, dhe aq më tepër në art pasaj që çdo gjë lidhet me brendësinë. Do ngeli ti student ose nxënës që të vinë dhe e kupton që e ka bërë chat GPT-ja punën e tyre? Normale që sidomos në art, po ndikon shumë. Çati edhe sidomos në art. Po ndikon jashtëzakonisht shumë. Pafund. Edhe studentët po ndikojnë shumë. Unë e di shumë mirë që po ndikojnë shumë tek ajo pjesë. Edhe studentët e artit po ndikojnë. Dhe ti do tregosh I ashpër, do thotë. Unë do vazhdoj të ndikojem I ashpër, sidomos tek teknologjia, sepse arti vazhdon të jetë të ngelet çështje shpirtërore, jo çështje teknologjike. Asgjë nuk mund ta zvendësoj gjën shpirtërore dhe çështjen e dorës. Teknologjia do ngelet gjithmonë një çështje e dytë. Asnjë gjë nuk mund ta zvendësoj ajo që ne themi gjithmonë pikturat kineze. Pikturat kineze do ngelen gjithmonë pikturat kineze dhe ajo teknologjia do ngelet gjithmonë teknologji. Ne vazhdojmë të themi që përse themi që
Vatikani me ato pikturat e veta që ngelen, pra lore, pra, nuk kam për vdekur asnjë, përse? Sepse kanë dhënë shpirtin ata gjë. Ku mund të shohim ne punimet e tua? Punimet e mia mund t'i shofësh në çdo rrugë të qytetit. Sigurisht një pjesë e tyre janë të fshira tashmë, për fat keq sepse Tirana po zhvillohet, por edhe në Shqipëri janë pafund. Ka në çdo qytet të Shqipërisë, unë kam lëmë gjurëm, por edhe jashtë saj. Sigurisht tani po përgatitem për fat të mirë, nuk e di, po ngelet pak në diskutime që mund të bëjmë në Gjermani, diçka, sepse deshëm ta bënim këtu në Shqipëri, por për disa gjëra që gjithmonë ne ngecim për shumë faktore që... Çështje burokratike? Burokratike, po ngecëm... Si funksionon, Franco? Duhet marrësh leje? Duhet marrësh leje. Shiko, duhet marrësh leje. Ti nuk mund të çohesh një ditë dhe të shkosh në një vend dhe të bësh... Shiko, ne bërëm një imazh. Kur them ne, ambasada gjermane bashkë me mua deshëm të bënim diçka për mbrojtjen e natyrës. Dhe na u hodh poshtë nga një institucion. Një institucion, bravo. Dhe nuk u pranua, për fat keq. Dhe më vjen keq që nuk u pranua. Çfarë motivacioni dha? Motivimi ishte që nuk ishte e përshtatshme për t'u bërë. Po mua vjen keq që nuk ishte e përshtatshme për t'u bërë, sepse për fat keq do të bëhet në Gjermani. Dhe nuk do të bëhet në Shqipëri, por do të bëhet në Gjermani kjo gjë. Atje ishte e përshtatshme. Atje ishte, dhe kjo më vjen keq, që si ka mundësi që në Shqipëri nuk mund të bëhet se nuk është e përshtatshme, dhe në Gjermani mund të jetë e përshtatshme. Kjo për fat keq më vjen të them si ka mundësi që këtu nuk mund të përshtatet, atje përshtatet. Dhe shumë ide, për shembull, që Italia i ka pranuar, atje përshtaten, këtu nuk përshtaten. Përse ndodh, them ndonjëherë, si ka mundësi? Po kërkon një shpjegime më shumë të japin përveç se një nuk përshtatet? Jo, nuk kërkoj, se them ndonjëherë që e shpjegoj kështu që mjafton që Mona Lisa mund ta marrësh në Louvre, ta sjellësh këtu, dhe njerëz mund ta shkelin me këmbë. Është momenti i gabuar dhe koha e gabuar. S'ka zgjidhje të keqe, sepse është momenti i gabuar. Këtu ka ardhur Nemos. Nemos është një ndër artistët më të mirë italian dhe ka bërë për maskilizmin shqiptar. Puna u prit shumë keq. Jo për fajt të Nemos, po për fajt sepse njerëzit këtu nuk e pritën mirë se erdhi në kohën e gabuar dhe në momentin e gabuar. Kur ne nuk ishim gati mbasi për mesazhet, sepse jepen mesazhe nëpërmjet muraleve që ju bënë. Ishte ideja sepse nuk ishte gati. Dhe kur një murale nuk është gati, dhe kur them murale, këngë, çdo gjë, nuk është gati në vendin e ose nuk është gati në momentin e duhur, në kohën e duhur, ndodhin këto probleme. Kështu që edhe muralja që ne bëm nuk ishte gati në momentin e duhur dhe në kohën e duhur. Kështu që ndoshta në një të ardhme mund të jetë gati. Si lind frymëzimi? Atëre, frymëzimi im lind në momentin që unë gjej shkakun. Pra, Shqipëria është një vend, për momentin tani, Tirana dikur, për mua ishte fantastike. Ndoshta tani ka filluar diçka po ndryshon. Përse, mua më pëlqen shumë gjërat që janë të rëmueshme. Që dua të them. Që kemi një soi këtu. Se burri im shtëpi do vetëm kështu pas të rregull, mua më pëlqen që rëmuja. Mua më pëlqen shumë rëmuja. I thash një ditë një miku tim, më tha, unë kam qejf të jetoj shumë në vendet nordike. Thash, mua më pëlqen shumë të jetoj në vendet si India, si Pakistani, si vendet që kanë shumë rëmuj dhe janë të shregut. Sepse atje e gjej vetveten, që dua të gjej gjëra që gjen lirin. Duhet të kam shumë jetë, ato janë si... Pra, dua liri, dua të gjej lirin. Dua të gjej motivimin. Nuk dua gjëra që janë strikte, si ata kuaj që vë ato këtu dhe vetëm ec drejt dhe mos shi as këtej, as këtej. Dhe kjo është ajo që unë kërkoj. Dua gjëra që të gjej motivimin e asaj që unë kërkoj. Dhe po nuk e gjeta dot motivimin, unë nuk jetoj dot pa atë art. Dhe ky është arti im. Dua të gjej motivin, të gjej problematikat e shoqërisë, me çfarë shoqëria jeton.
Kjo është ajo që unë kërkoj tek njerëzit. Problematika shoqërore, dhuna, do të japësh mesazhe të caktuara. Problemet që njerëzit, po t'i pyesësh njerëzit të gjithë në rrugë, nuk kemi para, nuk kemi problemet që ata nuk kemi drita, nuk kemi ujë, nuk kemi këtë, nuk na janë shtuar pensionet, nuk na janë shtuar. Do të thënë, edhe sikur ti janë shtuar pensionet, prap nuk janë shtuar pensionet, edhe sikur tu kemi drita, nuk na janë shtuar dritat, edhe sikur po të kemi, po t'ju janë dhënë shumë. Nuk e di, do të thënë, gjëra që kemi për ditë. Ato janë motivimi që unë kërkoj tek ato. Aq më tepër pastaj pjesa e natyrës që unë jam dhe aktivist e kjo gjë, që është një gjë që unë e kërkoj për ditë mbrojtjen e natyrës. Cila është puna jote më e bukur, që ti do ta veçoje nga të? Puna ime më e bukur, vazhdoj ta them, janë dy në fakt. Është pjesa e majmunit, e cili është një majmun i cili ngre duart sipër dhe vajton, dhe pjesa së fundit mbrapa është e gjithë i prishur, më falni, i cili është pyet janë të djegur në flak, dhe ai i cili ka një maskë mbrojtëse, dhe puna tjetër është borbarda, le ta quajmë borbarda e quajtë njerëzit, sepse unë desha ishte till me veshjen, ishte një vajzë e cila kishte veshjen e borbardës për ta identifikuar më shumë njerëzit, dhe ishte një qenë, një zog që vajtonin për lulen që ishte duke u vyshkur dhe rënjët e lulles ishin në damarët e vajzës. Kjo ishte ndër punët më të bukura që dolin në 16 punët më të bukura në botë për ditën e tokës. Dhe kjo bë, dhe ishte një rastësi që kjo bë afër pandemisë dhe u fshi, dhe njerëzit filluan të më quanin masoniste, gjitha këto me radhë, por që ishte rastësi e gjitha kjo, por që ishte gjë e bukur për mua, sepse filluam me çështjet konspirative, dhe kjo ishte bukuria e asaj pune, e fshivën, si punë dhe merdi keq. Po pse? Po sepse, të thash... Vetëm për këtë, do me thënë, ka një regullë, për ti bën punën dhe pastaj dikush mund të teket e ta fshi? Ajo punë, unë dyshoj u fshi për vetë faktin se ishe shumë afër pandemisë, dhe nuk u fshi pa një qëllim. Për këtë e mendon, që ka pas një fjalë që u fshi me një qëllim të caktuar, sepse ishe shumë pa afër pandemisë, sigurisht që do kishte një bujë shumë më të madhe, po të kishte lënë dhe në kohën e pandemisë. Jam i sigur për këtë, nuk kishte lidhje fare me pandemi, po që ja që rastisht si që ndodhi afër pandemisë, dhe qëlloj që do... Të vjen keq kur punët e tua fshien? Betë fjalë që mua më vjen keq, sepse, shiko, ajo punë do shumë pak kohë, se thjesht do realizimin, por do shumë mund, e përkushtim vetëm koha që ti do, nuk është qati, që ti thua, shiko, dua këtë punë dhe ai ta realizon, po ti do rish, do qëndrosh aty, po shiko, kjo zogu nuk më doli mirë, po si ta bëj këtë, po do ta kthej kështu, po jo, ky qeni nuk shkon me këtë ngjyrën, po mirë, po sikur të verdhën, po jo kjo e verdha, po jo, nuk hiqe këtë fletën, po mirë, kthej këtë fletën, po jo, e kupton, vetëm kjo pjesa, unë po e shpjegoj, si ai çati e bën për 20 sekonda, mua më duhet 20 orë, mos më shumë për ta bërë atë që ai bën shpejt. Të bëra këtë krahasimin për ta bërë sa më të thjeshtë për njerëz, për të kuptuar çatin me ndjesinë njerëzore. Se këtu jemi sot e ky krahasimi për ta bërë sa më të thjeshtë për njerëzit. Franco, falenderoj shumë. Përveç udhëtimit në Gjermani, tjetër, me shpresë, tjetër projekt që ke? Projektit tani janë verore që mund të bëjmë diçka në verë, shpresojmë në Vlorë, në zonën e jugut. Jo vetëm në Vlorë? Jo vetëm në Vlorë, në zonën e jugut, por nuk e dim. Besoj kjo ngelet e Gjermanisë. Për ta mbyllur si shqiptarët, fitohet mirë me këtë? Fitohet? Jo, realisht fitohet. Po si fitojnë? Kush t'i jep lekët? Sigurisht që ka biznese, ka shoqata, ka dhe njerë dashamirë, kur them dashamirësit e artit... Po shteti ka një buxhet në të tilla raste që... Po ka shteti, po shteti ndonjëherë është ai që është i fundit gjithmonë që kujtohet. Ndonjëherë shteti kujtohet kur vetë artisti kujtohet.
Më thënë, kujtohet vetë artisti, pastaj kujtohet edhe shteti që, shiko se është që nga dhe ky artisti, ngre dhe, po, shteti është i fundit që kujtohet në fakt për artistin. Por që shqyqyr që kujtohet. Jo, realisht shqyqyr që kujtohet edhe shteti, dhe duhet ta falenderojmë, se ka dhe shumë punë, me thënë drejtën. Falenderoj shumë për bisedën e këndshme, dhe jam shumë e lumtur sepse ishte një fushë për cilën nuk kisha shumë informacion dhe po më shijonte shumë biseda që të kuptoja unë rreth parë dhe jam e bindur dhe audienca. Faleminderit ty. Publicitet, rikthehemi pas pak. Nëse do bënim një konkurs për mister këngëtarët në Shqipëri, e sigur që ai do fitonte çmimin e Mister Buzëqeshja dhe Mister Simpatia. Është një personazh shumë i dashur, dikur në fillimet e tij ne gocat që e shihnim nga ekrani shkulnin flokët për të. Bëri një shkëputje të gjatë, por u rikthye dhe është rikthyer me 2 këngë që mua më pëlqejnë shumë, janë këngë verore me zërin që ka një ndër më të bukurit, Klajdi Musabelliu. Faleminderit që jeni natë me Aulonën. Faleminderit për ftesën, edhe për komplimentat. Tani qesh pak më shumë se i kam dhëmë të vënd, domethënë. Po që e ke buzëqeshjen të bukur e ke. Megjithatë ne nuk e nisim me buzëqeshje në këtë emision, sepse ti aty e ulur te koltuku i psikologut. Kënaqësi. Edhe gjithë intervista mendohet si një rrafim të psikologut dhe nisim me njëherë me pyetjen a ke qenë ndonjëherë te psikologu? Me një psikolog e kaq të bukur dhe kaq të mirë si ti, e kam shumë thjesht. Kam qenë tek psikologu para se të merra pjesë në Big Brother. Bëm një takim para prak dhe gjatë Big Brotherit njëherë ka hyrë aty brenda kur ishte nevoja. Pra, por jo tek psikologu në sensin që unë të shkoj për një seancë terapia, ku di unë nuk e kam pasur le themi të nevojshme, ose e kam pasur, po e kam spostuar. Dhe kjo është hera parë, zyrtare dhe publike. Ashtu, dhe po, është e publike. Okej. Cili ka qenë momenti yt më i vështirë në jetë? Ne nisim kështu, ha? Kështu niset? Kështu niset. Po nuk e Sa di. shefit vjen në fund. Okej. Nuk e di, domethënë se si çdo njeri dhe unë kam pas ato momentet e mia të bukura dhe më pak të bukura. Pra po e heqim atë termin të vështirë. Kam kaluar disa momente të tilla në jetë, po një ndër më të vështirët, le themi, së fundmi apo vitet e fundit ishte emigracioni, gjë të cilën e nisa në një moshë shumë të jo dhe aq të re, dhe me këtë vendim që mora të detyruar, dënova 2 veta, pra mamin tim dhe veten time, të cilët i lash të 2 vetëm. Ky ishte momenti i fundit, një ndër më të fundit, më të vështirë që kam kaluar, dhe më i vështirë para se të hyj në Big Brother ishte gjendja shëndetësore si me mëje, e cila më dhuroi një periudhë të vështirë, domethënë e përjetova shumë keq. Realisht ato kohë kisha vërtet nevojë të shkoja tek psikologu, po siç themi ne shqiptarët, që s'duam ta ulin veten, e gjejmë ngushëllimin tek pija këtu apo aty. Edhe unë bëra këtë të fundit. Do sa bëra gabim që nuk e bëra takimin me psikologun, por nuk e bëra. Kam pasur fatin që kam pas ndonjë shoq afër që më ka mbajtur kështu pëllumbat në kafaz. Dhe këto kanë qenë 2 të fundit, le të themi. Si i kalon ti momentet e vështira? Po, unë kryesisht jam shumë i sinqert dhe i vërtet. Dhe kjo gjë dhe më penalizon, por nuk më intereson, sepse misioni im është njerëzit ta njohin dhe ta duan apo mos ta duan Klajdinë për këtë që është. Pra, siç të thash pak më parë, ndonjëherë zhytem në atë botën e errët të vetmisë, kryej atë futem te ajo guacka ime, ndonjëherë e gjej atë forcën tek alkooli, gjë shumë e keqe, po që okej, e pranoj. Sigurisht kam kohë që kam filluar të shkëputem nga kjo gjë. E rëndoj kur jam vetëm. Domethënë edhe midis njerëzish, edhe kur flasim dhe kur shprehemi, shpesh nuk e gjej veten, apo nuk e gjej fjalën që unë dua. Njëri ka nevojë të përgjinjeshtra ndonjëherë, edhe gjë që nuk e di, nuk vjen ndonjëherë. Edhe unë jam i detyruar pastaj që autoizolohem, mbyllem, shkputem nga gjithçka dhe rri me veten time. Ke kaluar ti periudha nga këto që thua më bën të mendosh, mund të kesh kaluar periudha mbase një lloj depresioni? Po,
I kam kaluar, shpresoj të mos të rikthehen. Si ka qenë ajo periudhë? Ose ato periudhe? Po nuk ka qenë të bukura. Kladi, për te i faktit, më thënë, ku di që këto janë gjëra personale, po një ndër arsyet dhe pse kjo rubrikë është ndërtuar dhe pse unë jam shumë e njohur se shumë personazhve që kanë ardhur dhe kanë folur për periudhat e tyre të depresionit, të ankthit, është sepse japin mesazhe të rëndësishme edhe për ata që ndjekin. Edhe sot depresionet dhe problemet e shëndetit mendor dhe emocional janë kryefjala kudo, jo vetëm në Shqipëri. Dhe është mirë ndonjëherë që ti të kuptosh që ato personazhe që ti i shikon, i ke pëlqyer apo i pëlqen, kanë histori që janë të ngjashme me ty edhe ja kanë dalë. Okej. Ta nisim nga fundi, ja kam dalë. T'ja dalësh nuk do të thotë shkosh te doktori, të pish ilaçe, të dehesh, ku diun, t'ja dalësh do të thotë ke nevojë edhe për njerëz pranë, po ke nevojë edhe për mundësi. Siç ishte kjo e fundit për mua, pra pjesëmarrja në Big Brother, e cila për mua ishte një dhuratë mbas një periudhe shumë të keqe dhe të errët që unë kalova me veten, me shëndetin mendor e me gjithçka tjetër. Nuk jam as i pari as i fundit që kam apo do kem kështu lloj problemesh. Unë jam një ndër ata që e ngre zërin, e pranoj, e luftoj dhe e flas. Pra sa mund ta flas, sepse nuk dua dhe unë të jem i mërzitshëm, se nuk janë gjëra të bukura për të thënë, por megjithatë, okay, po i themi, aq sa mund të themi. Realisht, domethënë, pjesëmarrja në Big ishte një dhuratë shumë e bukur, ishte një surprizë, ishte një motivim shumë i madh për mua, sepse po vjen nga një periudhë, kisha 2 vjet që nuk po dija çfarë po bëja në jetën time. Braktisja Itali, nuk ktheva në Shqipëri, problemet shëndetësore të mamit, operacioni që unë se përjetova as pak mirë. Isha shumë thellë aty brenda te ai tuneli i zi, i mendimeve negative. Kisha humbur dëshirën për të jetuar, nuk doja të çohesha më mëngjes nga gjumi, ose kur zgjohesha, nuk çohesha nga krevati, nuk doja të bëja asgjë. Pra isha afër fundit asaj gjës. Edhe, okej, ja kalova, ja dola. Ka pasur momente kur ti ke menduar të bësh keq vetes? Po, shumë, dhe e kam bërë. Dhe nuk jam krenar për këtë gjën, po ja që jam mirë, jam shumë mirë tashmë. Kjo është e rëndësishme patjetër. Dhe si ja dole, dhe pavarur tek profesionisti, tek psikologu apo psikiatri, si ja dole dalësh nga kjo periudhë e errët? Po unë kryesisht domethënë e përkthel veten, e ushqej me muzikë të mirë, e mbaj veten me gajret. Kjo nuk funksionon në 100% të rasteve, por kryesisht funksionon. Unë jam shumë tip fani, allegro, më pëlqen thjesht luaj. Jam shumë fëmijë, domethënë. Por ja përballemi ndonjëherë me kështu gjëra që na prishin humorin, na prishin humorin edhe kam një shokun thotë ai, unë jam llam 7 volçe, thotë ti Klaj do je 10 volçe, Aulona është 15 volçe. Ndonjëherë njeriu mbytet edhe në një pikë ujë, varet nga si thua nga gjëja se si përjeton situatat, se sa të vështira janë ato, sa i peshojnë ato. Unë duke qenë dhe pak tip emocional, jo pak, po mjaftueshëm. Sigurisht që i përjetoj dhe më shumë nga ç'duhet. Unë përjetoj dhe hallet e tjerëve të mia që domethënë i përjetoj po. Dhe duke qenë tip që jam gjithkohës, më pëlqen marrëdhënia me publikun, kam mbaruar shkollën për marrëdhënie me publikun. Rri gjithkohës me njerëz, diskutoj, flas, marr mendime, marr ide për këngë, po marr edhe këtë pjesën tjetër që ne kur ulemi në kafe, shprehim hallet, problemet që kemi, fryhem unë dhe me këto dhe mbushem edhe aq më mban pastaj. Po, kështu. Rëndësi ka që thej që tani je në një periudhë të mirë. Po, jam shumë mirë, po kaloj një adoleshencë të dytë. Deri më djem njihnin se Klajdi jetë dhe sot njohin se Klajdi Bigut. Më falni që po e përmend kaq shpesh, por patjetër, jo, mund të përmendesh çfarë të duash. Jo, në sensin nuk mund të ri pa e përmendur. Patjetër. Sepse ishte vërtet një dhuratë në një moment që kisha vërtet shumë nevojë, pjesëmarrja në Big. Ishte një lloj rilindje për ty, mund ta themi. Si artistike ashtu dhe si njeri. E përmblodha me fjalën adoleshencë të dytë, pasi që për mua është një adoleshencë e dytë, domethënë më ndihmoi ta rinxirja të Klajdin e fjetur përsëri jashtë, atë Klajdin që njohin miqtë e mikeshat e mia. Jo ky, nuk jam kaq i urtë. Jam pak i urtë se kaq, por okay, pra si thua fillova të rijetoj jetën time. Rikthehemi tek Klajdi i etheve. Okej. Mendon se është e vështirë për një adoleshent të përjetoj gjitha të famë
dhe të di ta mbaja të famë dhe pastaj mendon që ka ndikuar në një moment fakti që fama filloi të venitet në gjithçka që të ndodhi ty më mbrapa dhe në këtë periudhën e vështirë? Sigurisht që është e vështirë, jo vetëm për një adoleshent, por për çdo që të përballet nga rruga me famën, pra të vish nga asgjë dhe të bësh dikushi. Kjo nuk ndodh vetëm për adoleshentët, kjo ndodh për gjithë, nuk mund t'i bësh të gjitha vetë. Ti je dhe menaxher, ti je edhe avokat, ti je dhe këngëtar, ti je dhe gazetar. Që nga viti 2003 dhe deri më sot që jemi 2025 kanë ndryshuar shumë gjërat, mënyra se si bëhet media, mënyra se si bëhet muzika. Sot kemi internetin, atëherë kishim kaseta CD, domethënë unë kam përjetuar, unë po jetoj midis dy botëve, asaj të kaluar dhe kësaj të aktuale dhe të ardhme, le të themi. Dhe humba pyetjen ma bëj edhe një herë. Ka qenë e vështirë të kesh të pasur gjithatë të suksesit që të sillte ethet dhe më pas krejt papritur fillon edhe venitet sukses. E vështirë është, por ndonjëherë ne gabojmë dhe vetë. Gabojmë dhe vetë pa dashur. Nuk do askush që ta lçoj famën të bjerë apo të ikë, por ndoshta një këngë e gabuar, një këngë e cila ty të pëlqen, po si pëlqen publikut, se në fakt ajo jo gjithmonë përkon ajo që më pëlqen mua me ato që pëlqen publikut. Shpesh bëjmë, prandaj bëjmë kompromisat shpeshherë. Çfarë do thotë kompromis? Që ti të bësh gjëra që nuk pëlqejnë ty, po i pëlqejnë publikut. Okej. Pra unë, prandaj po them, kam pasur fatin që edhe para 20 vitesh edhe aktualisht po rijetoj këtë adoleshencën dhe famën e dytë, po duke qenë midis dy botëve, pra asaj të kaluar dhe kësaj aktuale, është edhe më e vështirë për mua, sepse sigurisht unë kam dalë nga i konkursi në cilin kanë dalë shumë këngëtar. Jo vetëm kjo, por ne jemi rritur me tjetër kulturë, me tjetër ushqim psikologjik dhe moral, e kështu me radhë. Aktualisht kanë ndryshuar pak gjërat, duhet ajo që thua ti ndoshta të përshtatemi. Unë prapë po bëj ato gjëra që unë dua, që unë ndjej për të bërë, pra dhe dy këngët e fundit që kam bërë, nuk janë kompromis, janë diçka që jam unë aty brenda, që unë dua ta bëj dhe e bëj. Pastaj termi komercial apo jo komercial, Se dhe këto kanë ndryshuar. nuk ka lidhje. Shiko, ti duhet të komercial, do me thënë që të pëlqejë publiku në fund të ditës dhe artisti këndon që ta pëlqejë dhe ta dëgjojë publiku. Nuk e di, moderatori bëri emision që ta shikojë audienca, por patjetër që ti do jesh pak komercial, nuk kemi se të japim shumë konotacion negativ. Zhanrat New Age dhe Bachata në dy këngët e fundit që unë kam publikuar në internet. Janë si një fllati bukur pranveror, do t'i quaja unë, që të dyja këngët. Po kjo është ideja, ti janë diçka midis verës dhe pranverës, pra si vetë muzika dhe tekstet dhe fjalët që janë aty brenda, janë për të argëtuar dhe për të kënaqur njerëzit, gjë që besoj se deri diku ja kam arritur. Këtë ma thonë njerëzit, jo se e them unë, duke më shkruar për ditë në Instagram, në Facebook, gjithandaj duke publikuar këngën time në për story. Dhe gjë që më bën ndihem shumë mirë, sepse misioni im, unë e kam pasion muzikë, nuk e kam profesion. Ti bie shkurt, domethënë, nuk e kam pasur asnjëherë profesion. Ta kesh pasion dhe ta kesh profesion ndryshon shumë gjëja. Pra unë sakrifikoj për muzikën. Nuk e kam parë kur muzikën si mjet për fituar para dhe për të çuar lek në shtëpi. Përkundrazi kam bërë të kundërtën, kam marrë nga shtëpia dhe kam hedhur muzikën, sepse jo se nuk kam nevojë për para apo s'kam pasur nevojë për para, por drejtita e ky jam unë. Jam shumë pasionant edhe përpiqem të bëj gjithçka për të bërë dhe për të thënë atë që ndjej. Po mirë, tani, po përkthehet pak në para? Ka Okej, filluar në koncerte, rregull. ndihet ky impakti mbas publikimit të këngëve të fundit? Sigurisht që po, prapë duhem lartë sa borxha aty. Sigurisht tani ka filluar për përkthehet edhe me para, me koncerte, me gjëra. Megjithatë këto para prapë nuk rrinë në xhepin tim, se vazhdojmë për projektet e radhës, si kështu. Pa lek ishim, pa lek jemi. Pa një moment ku u pendove që foli edhe për vështirësitë e tua, problemet e tua ekonomike në Big Brother? Do më thënë, një nga gjërat që mua më mbylli gojën dhe më prishi humorin aty brenda ishte kur pasha të kasolën time, si i them unë, shtëpinë time. Impakti që më dha ajo gjëja kur e pash në ekran ishte si një shkelmë krahëror. Domethënë, unë xhapo rria pak ashtu. Pastaj kur pash edhe atë shtëpinë aty miku mendja fare, pastaj e përjetova shumë keq atë gjën. Pra pikërisht atë gjë. Çfarë mendove, çfarë përjetove, çfarë ndjeve, çfarë? Po çfarë ndjeva, nuk u ndjeva mirë. Unë e kuptova që hyra në shtëpinë më të famshme të shqiptarëve, e cila monitorohet ligjet 24 orë. Po dole më i zhveshur se sa ti e... Dhe unë dola të zhveshur dhe isha dakord të dila të zhveshur, se e dija që do dila të zhveshur, por nuk e kisha parashikuar impaktin që do të mjepte
ajo gjëja, pra kur më transmetuan në të shpinë aty te ekrani, aty më mbyll goja dhe ngela shumë keq, se kisha parashikuar atë gjë, them drejtën. Jo se kisha parashikuar gjëra tjera, sepse kam hyrë pa strategji, pa gjë. Po mundja shkon deri në një farë pike që çfarë mund të ndodhi aty. Po. Edhe kjo ishte pak që më trazoi pak gjendjen shpirtërore, domethënë. Unë hyra vetëm për të kënaqur, për të argëtuar, për të thënë publikut të ri dhe jo të ri, për të njohur Clyde-in, për të ritakuar Clyde-in, për t'i kënaqur sadopak publikun, por të thash, një ndër gjëra që më frenoi pak ishte kjo gjëja që nuk e prita mirë. Ama kur doli ti e pe që je ndër të vetmet personazhe që publiku në fakt pavarësisht se mund mos kenë parë si lojtar, të kanë dashur dhe pak komente negative ka pasur për ty. Unë sot kam ardhur pa u krerur të ty dhe pa u rrojtur, që do të thotë kam ardhur si Clyde. Me qëra fjallat kisha dhe kopa lënë mjekër, lash tash. Po do i bësh shumë seksi që ta dish, më thënë kështu që mbaje mjekrën. Po unë kam kështu me vene qime, se kam mua më pëlqen ta thash për mos të bërë repetitiv. Më pëlqen që njerëzit më njohin për këtë që jam, me këmbë tokë. Unë nuk kam pasur asnjëherë domethënë kështu, ja se jam i suksesshëm, se kam famë, nuk jam ashtu. Unë jam gjithmonë i thjeshtë. Përpiqem të jem dhe do vazhdoj të jem gjithmonë ky, vetvetja, se të gjithë tjerët janë zënë. Dhe kjo ndoshta është vërejtur nga pjesa më e madhe, kjo thjeshtësia dhe modestia ime, dhe është përqafuar, sepse unë kështu kam qenë gjithmonë. Dhe kështu do vazhdoj të jem, mirë apo keq. Me ato memet e famshme në rrjet, sot po i shfrytëzon në fakt, dhe po i përdor në favorin tënd, dhe kjo është një gjë e mençur. Unë jam dhe aktor dublant, për shembull, komuniteti i fëmijëve të vegjël mua më njeh nëpërmjet filmave zatimor. Më njohin emrin dhe kur dalin në ekran thonë, Benteni, Andi, personazhe që unë kam interpretuar. Unë vdes t'i bëj njerëzit të ndjen mirë, të kënaqen, të qeshin, të emocionojë, domethënë unë bëj gjithçka që si njerëzit domethënë t'i bëj të ndjen mirë. Qoftë nëpërmjet muzikës, qoftë nëpërmjet videove apo dhe filmave vizatimor që unë bëj, që unë interpretoj, se nuk i bëj unë. Kjo me meve unë nuk e dija fare ç'a ndodhte jashtë. Edhe pse erdhi mami aty brenda më tha kujdes barkun, unë sigurisht as e kuptova fare ç'a do më thënë. Kur dola jashtë, tash në fakt vura pak bark. Çe pak bark. Pak kështu po. Mangio perché son disperato perché mangio. Domethënë si thash ai stresi aty brendshëm që kisha brenda te shtëpia e përktheja me të ngrënë. Harroja më që kishte kamera gjëra. Patjetër. Unë falë që ndërpres, kur ka marrë pjesë në reality show para 20 vitesh, për 2 muaj shtova 7 kg aty brenda, kështu që unë nuk kuptoj njerëzit që do psohen në reality show. Okej. Ti je aty brenda, izoluar, çfarë bën nga stresi, do hash, ç'do bësh? Dhe ti e ke kuptuar shumë mirë, dhe pjesën e parë dhe pjesën e dytë. Domethënë, duke parë që isha bërë viral, pra njerëzit argëtoheshin dhe qeshin me këto budalliqet që kam bërë unë, sigurisht i dhash një dimension pak më tej, që do thotë, fillova ta vazhdoja këtë Clyde-in, ku di unë, lups, ku di unë, barkdërra, nuk e di si mund ta quaj veten. Edhe këtë e bëj domethënë në sensin gjithmonë në kuadrin edhe për të kënaqur njerëzit, por dhe për fituar në lek tani, se ti jemi realist, ka forma për të paguar. Pra, brenda asaj videos ka dhe një reklam të fshehur apo të pafshehur. Megjithatë, qëllimi kryesor është që njerëzit qeshin. Duke parë që pjesa më e madhe e njerëzve qeshin, argëtohen, unë e bëj dhe pa para, pasi nuk e kam problem fare. Përmende pak më përpara gjatë bisedës kur the që njeriu bën edhe gabime gjatë karrierës. Këtë do ta cilësoj ti si një gabim që mund të kesh bërë? Po njeriu gabon çdo ditë, domethënë, nuk ka mosh. Ne do të gabojmë para se do të jetojmë. Sigurisht kur të arrim moshën e prindërve tanë, ndoshta aty do të arrim atë pikurinë maksimale, që do thotë 80 e lartë. Na duhet, kemi rrugë për të bërë, që t'jemi të pagabushëm. Unë ta thash, ndoshta ndonjë përzgjedhje këngë e gabuar, nuk e di domethënë, nuk e di, mund të ketë qenë dhe kjo, sigurisht, por që kjo ka qenë. Mendon që je dorëzuar mbase herët, mbase duhet kishe vazhduar? Alona, unë nuk jam dorëzuar kurrë, por unë duke pëlqyer muzikën e lehtë, kam bërë kryesisht vetëm balada, mua më njohin vetëm këngën puthja e parë. Unë nuk kam vetëm atë këngë, unë kam plot këngë, kam marrë pjesë në plot evenimente, maratona, festivale, magjike, Top Fest, domethënë njohin vetëm atë, sepse është më e bukur, më ritmike, okay, po dhe tjerët nuk janë këqija. Por u ndryshuan gustot, ndryshuan gjërat, ndoshta unë nuk e di, pra unë kam marrë pjesë gjithandej, kam kënduar pafund, pavarësisht se aq është gjëja.
nuk e kam praktisur asnjëherë muzikën, edhe kur isha në Itali, vija, bëj një video, hidja në kanalin e YouTube-it, ikja, apo vija, merja pjesë te kënga magjike dhe ikja. Por që ja që atë njohin, unë kam pasur këngë shumë, ndoshta edhe më të bukura se ajo, dhe më personale, dhe i kam pasur, por që nuk e kanë dhënë ndoshta impaktin. Si thot një miku im Jasmin Memedaj, muzika është reakcion. Sa do të përpiqem unë, domethënë, o të pëlqen ose s'pëlqen. Kam pasur unë këngë shumë të vërteta, që ka qenë jeta ime brenda e shkruar, e krijuar. Nuk e kam dhënë atë impaktin që unë prisja që unë doja. Duke pasur me personalet të tëndër, mendoje që do Sigurisht, jetoj. duke folur për veten, si kjo që po bëjmë tani bashkë, domethënë, jo gjithmonë mund ta ketë impaktin që ti apo unë presim. Pavarësisht se ne mund të themi të vërteta dhe ato që s'duhet i themi prapë i themi, prapë është reakcion gjëja. Kështu dhe puna e muzikës është reakcion. Kredi tani, një sekundë se mosha bën vetën, dhe me erdhi kështu, unë jam gazetare e përgatitur në përgjithësi, po ti e marrë me politikë një periudhë, apo jo? Po, një 13 vjet jam marrë. E pra? Okej, rrim këtu tani. Po rrim. Pse doli nga politika? Ti ke qenë me LSI-n. Unë jam marrë 13 vjet me Lëvizjen Socialiste për Integrim. Ky ka qenë dhe një ndër gabimet që unë kam bërë në jetën time, i cili më ka kushtuar dhe artistikisht, sepse u përzje gjëja. Unë ngjyros zëri. Domethënë unë nuk këndoj vetëm për socialistët, po unë këndoj edhe për demokratët dhe për republikanët, në sensin. Por nuk e di pse si ndodhi që u përzje kjo gjëja. Pra zëri me figurën, nuk e di. Bile se u mora me politik, përfundova dhe nga Dalestela Lestale, nga këngëtarën emigrant, po nuk ka problem, ishte një gabim që unë e di sa më ka kushtuar, po nuk ka problem, tashmë iku, ishte një eksperiencë. Po, zakonisht njerëzit i futen politikës për të shkuar nga këtu dhe për të përfituar. Po nuk janë futur në një politikës për atë gjë. Domethënë, takimi im me Ilir Metën asaj kohe ka qenë nëpërmjet Lefter Maliqit. Atë prezantoi, është nga Srapari, ka vite historia. Tash ç'dua unë? Po hajta njohësh këtë andej. E njoha, më thirri, hajde merru. Ishte totalisht një gjë kështu kot, asun se di, spontane. Okej, vajta, ku diun, u mora. Nuk është se unë kam pasur aspirata politike për të bërë politikan, për të bërë, ku diun, deputet apo kryetar bashkie. Nuk i kam pasur ndonjëherë këto gjëra. Aty, sigurisht, në komunitetin e asaj partie, e vetëm gjë që kam fituar nga e marrura me politikë ka qenë miqje dhe mikesha shumë të mirë. Aty brenda pra kam shoqesh, kisha dhe vazhdoj të kem shoqe shumë të mirë, pa ngjyrë, të cilët vazhdoj të kem edhe sot e kësaj dite. Dhe kjo ka qenë gjëja një ndër gjërat më të mëdha që kam fituar në jetë. Ajo e të fituarit e të bërit shok dhe shoqe. Pse thua që të ndikoj me pas politika edhe në vajtjen e migracione dhe në... Po më ndikoj se më mbyllën dyert. Domethënë, ju erdhi ky i LSI-s. Të identifikonin pra me kam politikën. Okej, unë si kam pasur probleme, unë kam shok plot në PS, në PD, gjithandej. Domethënë, ata që nuk i kam shok, nuk i targetoj kështu. Jemi njerëz, po. Ç'a them unë? Hajde, iku. Momenti më i vështirë në emigracion? Një moment që ti e mban mend? Po e vështirë, e kam thënë edhe një herë tjetër, 3 muajt e parë kanë qenë shumë vështirë për mua, që çdo mbrëmje. Kisha një kishë të vockël aty ngjitur me resortin ku punoja, ku laja pjata, ku isha dispeqer, ku shkarkoja, ku më martoi nëna nga ora 8 e mëngjesit deri në orën 12 darkës, edhe 3 muajt e parë kam qartë çdo mbrëmje. Kur dilja që kisha një pauzë, apo krya një pauzë për të pirë një cigare, ulesh aty dhe thoshe, ç'e ke bë vetes? Qaja nga lodhja, qaja nga vetmia, qaja nga zhgënjimi, si qaja? Qaja nga çaj bëra vetes. Megjithatë, ja dola dhe kjo gjëja. Sigurisht mund të ketë njerëz që kanë hequr edhe shumë keq se mua, dhe ka, po për mua, domethënë nga këngëtar në, ku di unë, nuk është se e përjetova mirë atë gjë, domethënë. Megjithatë, mbas gjithë atyre lodhve që derdha, në fund ja dola, edhe u ndjeva shumë krenar, se tash larg qoftë nesër, më lë zëri, ku di unë, do të ç'a ndodh me jetën time, mësova ta bëj dhe një gjë. Hapa dhe një dritare, ku njoha Klajdin, një tjetër Klajdi, i cili më mungon e herës, të drejtën. Si ishte ai Klajdi? U çoj mëngjes, shkonte në punë. Jo si ky që me zgjohet. Më mirë, sepse ky Klajdi dhe historikisht ka qenë Klajdi që rrinte deri vonë për të vajtur në punë. Se profesioni i këngëtarit... Po unë e kam qef në mëngjesin, po nuk zgjohem dot. Bile ato emisionet e mëngjesit. Po shumë herë ti bëni, më nisni çik më vonë. Kur zgjohet zakonisht, si e ke orarin? E ke parasysh në orën 8?
Janë 12. Tani varet nga mbrëmja, po që më pëlqen të rinë qik shtrishur në mëngjes. Gjithmonë në varësi të mbrëmjes, kur mbyllet mbrëmja. Sa ke ndendur ti në Itali? 5 vjet. Dhe cila ishte ai momenti ku the do kthehem se Po nuk e se unë kisha një moment që thash do kthejem, apo ku di unë, të thash edhe aty, do më të miku koha se kuptova. Fillon të sezoni, mbaron të sezoni, veç kur gjendësha në nëntor apo në dhjetor, thosha Edhe harrova dhe aty, do më thënë që të veja në një konkurs, këngë e këti andej. Përveç se këndoja mbrëmjeve aty, në ishull, Po në mbrëmje që bëhesh me shqiptarët apo në Itali, ti ke qenë? Pak shqiptarë atë kishte zonë të ku ishe ti. 4 ishim gjithë. Kjo është një detare që po pritem të hap tani, pra të zhvilluarit koncerta apo festa në Itali dhe vetëm. Sigurisht kanë filluar të kem kështu biseda gjëra, po ideja është që unë të këndoj këngët e mia. Jo këngët e tjerëve. Po pse? Po sepse unë kam qejf të këndoj këngët e mia. Mirë, okej, ti e di që nuk funksionon kështu. Jo, funksionon dhe kështu. Do më thënë, unë përpiqem të imponohem pak, ndoshta e kam gabuar këtë gjë, po unë dua të këndoj këngët e mia. Dëgjoni që këngët nuk janë të keqe. Do më thënë, Po, patjetër, Më po. E kupton? di kush bën lek sot, Kledi? Këngëtarë që shkojnë për dasma. po e më shumë mirë, do shkoj edhe unë për dasmë, do këndoj këngët e mia, por që e kupton, ideja është që unë dua të këndoj këngët e mia dhe po përpiqem të këndoj këngët e mia, si ato të vjetra dhe këto të reja. Ka dhënë impakt pozitiv dhe urojmë që të vazhdoj dhe më lart ky pozitiviteti. 2 klipe i bëre, 2 këngë, sa po dole nga Bigu. Ka një të tretë që e ke në plan, tani afër? Në një pjesëmarrje, në një festival? E para njerë, nëse mund të falenderoj dhe njerë Irken Cykën, sepse me këngën e tij e bukur, më risolli shumë bukur në ekran, Me të vërtetë. edhe pse unë nuk jam dha që bukur. Është një këngë shumë Ore të ka bukur. rënë një nur ty tani që je nxirë me këtë mjegrën, po lëre po të them. Nga dielli i Antalyas. Pra, Irken shumë faleminderit, ishte një dhuratë shumë e çmuar për mua. Ndërkohë, kënga e dytë është bërë me 2 bashkë udhëtar të Big Brotherit, Petro Xhori dhe Olsi Abazi. Petro ka bërë muzikën, orkestrimin, ndërsa Olsi ka bërë videon. 2 miqtë e mi të Big Brother, 2 miqtë që krijova aty brenda. Jo vetëm 2, po këta 2 Po, ndihmuan për këngën. ndihmuan për këngën. Jam duke folur se unë jam i çik kështu. Siç kam qenë vazhdoj të jem. Ashtu, ë? Nuk e zën mend. Domethënë po përpiqem, po me Nestin kam nisur i gjë, po kam harruar se ikte i kanë ndej e kështu me radhë. Ndërkohë jam duke komunikuar me një studio në Rom, me të cilën do të realizoj disa këngë. Pra, një album, por domethënë jam Ka projekte. projekte ka, po. Nuk finalizohen. Jam shumë jallakatur, domethënë. Ja jepi një Nesti është Stina apo jo? Stine, po. Jepi një mesazh këtu që do të kujtoj për këngën. Nesti do vi sot në darkë. Pas emisioni. Ja, e kryem dhe këtë tani do ikim te barin e. Te Do bari. pim një gotë aty, se tash. Ky është pjesa serioze, qefi fillon tani. Okej. Okej. Vazhdojmë. Ikim bëjmë shifë të Klajdin. Po mirë, tani ti me pijen. E ke marrë pi apo e ke hequr dorë fare? Ja, unë pi, kur më pijet pi, s'ka lidhje. Po e kontrollon. Po sigurisht. Që mos kemi probleme pastaj që në thonë po de Klajdin edhe kështu gjëra, se janë të kujdesshme dhe janë vigjilent publiku. Pish me ty është kënaqësi. Dëgjuat, që s'dua llafe. Më tregoj historinë më të lezetshme ku ke qenë tap. Mbase ose më të sikletshme. Një histori që e mban mend. Okej. Isha në Berat, në hotelin e i miku tim atje. Ishim në ditëlindje, edhe si që kemi në shqiptarët që në për ditëlindje dhe dasma, gërnetosemi pak, edhe ne u gërnetosëm mjaftueshëm. Pak si shumë. Po, mjaftueshëm. Tani ngelen janë 2 shishe verë aty, shëndet. Okej. Shëndet pashë, nuk do ta presim, këtë pse ta presim, Jo, njerëzit të shtin. Një 2 shishe verë aty, dhe unë i mora me vete në hotel. I mora me vete në hotel edhe sigurisht që nuk i piva do 2. Piva gjysmën e njërës, po ndërkohë banjua ishte zënë. Edhe bëra qiqin nga balkoni i hotelit, dhe ndërkohë zbres poshtë për të kapur. Isha aq bukur pra sa Për të kapur çfarë, për more? të kapur atë që bëra lart. Pastaj kur hypa lart, ngatrova dhomën ku po flia, i hyra në dhomë një të njerëz të tjerë. Isha dy turistë thuaj. Pastaj nuk po gjeja dhomën time.
Përfundove në polici pastaj për gjithë këto që bëre? Jo. Huliganizma? Jo, si huliganizëm, ishe thjesht nuk vëdja që po bëja, ishe ideur, domethënë, po nuk theva gjë, nuk bëra gjë, pra... Jo, të bësh qiqin nga balkoni... Dhe të zbretësh për ta kapur. Kjo do thotë që ka mende kulturë brenda që, kuptova që bërë gabim. Po ti nuk e kape. Po sigurisht, po prapë isha, çfarë bëra për të zbres ta kap. Më e forta ishte pastaj që me zigjet ta dhomën time, edhe kur ja tregova atij shoku që flinin në dhomë aty, qa thua dha? Po mirë kjo, po ditën tjetër kur kemi parë videot, pra kur kemi... Unë bëja poshtë lartë që s'dija ku shkoja qa bëja. Edhe i kam thënë Endrit, lutem jep gjek ato. Ato se do ta shoh vetëm se isha totalisht hangover, domethënë po prap në atë hangover që isha e mbaja. Nuk u rrëzove. Nuk i morë në rrotullim shkallë. Nuk zi e hodha ta prisja. Gëzuar. Gëzuar. Domethënë e mban pijen. Po, them se po. Tani mos ta bëj tapti, po që Të shofim, si do shkoj biseda. Okej. Këtë dolli do ta pim mirë, se ne nga Vlora e ngrem dolli për ty dhe për rikthimin tënd. Po i hyra kështu ti ne nga skrapari pastaj. Më në fakt me ju. Që kështu mos i hyra kështu më mirë, sepse Mi do ta ngresh ti dolli. Se kam qef të dëgjoj se si e ngre dollin. Këtë e pi për ty dhe për gjithë dashurit e tu. Të rojnë ti kesh mjete me shëndet, dhe të rojnë gjithë të mirë. Ty dhe tyre. Po qa thua ti? Do ta fillojmë kështu? Po, kështu e dua. Kështu si e ngrem pastaj një tjetër për një tjetër, pastaj për një tjetër, e derisa të na nxjerrin zvarkun. Dhe ky është momenti që mami merr natë. Skrapolim do të thonë. Okej, mam falë, ka fajna ulona. Je çun mami ti? Ka pi një pi. Po mami më ka bërë mua. Të di kush ka bërë. Po, përgjithësi çuna janë çun mami, gocat janë goca babash. Unë jam shumë i lidhur me mamin. Edhe prej faktit se nuk kam babin, por edhe prej faktit se jam djali vetëm me 2 motra, po ngelem po unë. Ato janë inexistente kështu, jam unë ai që i ha të gjitha, domethënë, edhe jam shumë i lidhur. Jam lidhur vitet e fundit edhe më shumë, siç thash edhe pak më parë, edhe për faktin që kaluaj ato peripetësira dhe isha doja s'doja, domethënë, bile ato i them gjithmonë, është ngjitur prapa i kordoni nënës dhe fëmijës, me s'na është kputur me sa duket e kemi akoma këtë gjë. Jam shumë i lidhur me mamën. E ndjen ti atë presionin e saj, i ku mosha, çfarë bën? Unë ndjej gjithçka që ajo ndjen dhe gjithçka që ajo thot. Ka ditë që ma bën kokën kaq në mëngjes, se ka ditë që në zëmë në mëngjes, edhe mami mirë mëngjes. Vazhdojnë me ato të veta. Domethënë ma bën daullen kaq që në mëngjes. Prandaj zgjohesh vonë që të evitosh këto. Përpiqem dhe për kësaj, por që prapë dhe kur zgjohem vonë e marr atë dozën e saj. Po ti vetë ndjen ndonjëherë presionin e kohës që ikën edhe ndërtimit të një familje, zamoshë shoqërinë shqiptare ku të krijosh familje është kështu si një prioritet në majtë të prioriteteve. Unë fëmijët e vegjël i dua vdes për ta, domethënë. Sigurisht edhe një familje e dua, por nuk është se e kam pasur ndonjëherë që hajde të martohem se miku mosha, se kështu. Mami më ngacmon, xhajat, ku diun e ke parasysh, edhe unë sahabet këtë më them, por që ja, ta shohim avash avash, nuk e di. Të shohim. Ka ndonjë gjë në horizont? Jo. Bigu nuk të ka dhënë ndonjë... Po, nuk kam kërkuar nuse ke Bigu. Jo, po të kërkoj nuset vetë kur del pastaj. Jo, okej, ka pasur. Se këtë tha dhe Larti që e kisha të ftuar, pra disa emisionesh, që bëhet nami, tha me inboxin tim. Ka pasur dhe ka kështu raste, domethënë, edhe për seriozisht, jo dhe për seriozisht, por ja të shohim Aulona, nuk e di. Të shohim. Si flirton ti? Po unë them drejtën, nuk është se flirtoj shumë. Domethënë, kryesisht më shkruajnë kohët e fundit. Po edhe kur nuk shkruajnë, unë bëj një hap para, bëj 2 hapa mbrapa, domethënë. E kupton? Kështu flirtoj unë. I ndrojtur. Po, më tepër i rezervuar, sepse më ka ndodhur disa herë të keq kuptohem, që pra vajzat më ketë pasur qejf si këngëtar dhe unë e kam kuptuar ndryshe dhe kam ngelur pak keq. Edhe kjo më ka bërë që të stepem pak. Edhe prandaj ndonjëherë përdor këtë gjë se Të çliron. kur tha një shoku i Mariani, tha, ishim i natë, ndetëm deri vonë, po lunim letra, po pinim, kështu me radhë. Ditë tjetër, tha, kam fejuar vllajin. Tash po ku e fejove, se deri 3 mjesit ishim bashkë, tash e kupton. Por hajde, tha, kam fejuar vllajin. Ore, kur e fejove? Po kishte pirë Irlandi mbrëmta u fejua. Tash do ta kem parasysh dhe unë këtë, të pi dhe të fejohem. Je fejuar. Pastaj edhe Britney Spears u martua në Las Vegas, u bë tap, ku martua, mas se 4 orë divorcua, po. Okej, nuk ishte ky qëllimi, po që unë si vllai Ariani thash ta provoj edhe unë një herë kështu. Ke vuajtur në dashuri? Po vuajtur. Kam pasur edhe unë ato eksperiencat e lidhjet e mia. Sigurisht në njëra më ka ngelur pak kështu merak, por që po përpiqem ti harroj dhe ti kaloj. Ndonjëra që nuk është Elvana Gjata.
Shko, me Elvanën, Elvanën e kam shumë shoqe për e vitesh, sigurisht me atë lojën që unë bëj, Elvana, ta bëjmë këngën, e bëj sepse e kam shoqe, e kemi konfidencën me njëri tjetrin. Sigurisht edhe për bashkëpunimin nuk bëj edhe shaka, po është dhe e vërtet. Elvana është i gotë shumë e mirë, këngëtare shumë e mirë. Po fakti që në Big Brother të thënë që e ke pëlqyer edhe ke dashur. Unë thashë në të vërtet. Të thalë gjë ajo kur dole? Po, nuk tha gjë sepse jo kemi komunikuar. Nuk tha gjë sepse ajo e di, domethënë, plus kanë kaluar shumë vite. Komunikuam kur isha në Turqi, bëra një video aty me Loredanën edhe më shkruajti domethënë që ajo që bënte Elvana nuk Klajdin që ja kërkoja bashkëpunimin. Pra, nuk me Elvanën jemi thjesht miq. Edhe koleg. Po nga vajzat e Big Brotherit, me cilën do krijoja një marrëdhënie? Po tashmë Big Brother ka mbaruar, edhe pse për ne që kemi marrë pjesë nuk ka mbaruar plotësisht, domethënë mbaroi loja dhe nuk do mbaroj me sa duket, se unë thash kur mbaroi loja dhe eksperienca për mua mbaroi gjithçka, po nuk është 100% kështu. Me vajzat aty brenda, sigurisht e pata këtë impaktin e parë me Loredanën, si sozia Elvanës, por me ato që ishin aty brenda, flasim për pjesën e vajzave beqare, nuk është se ka menduar diçka. Po mirë, se nuk do ishin beqare, se nëse po supozojmë tani një vajzë që me ajsa i njohë dhe ndojtë aty të... Po, nga që ndodhi dhe rodhi ashtu historia, ashtu si shrodhi, është e kotë që unë të shprehem, por dhe Egli për shumë ma dha. Jashtë e para ma dha atë feedbackën shumë pozitiv. Pastaj hyrje te i personazhi tjetër, ku di unë, kroj lidhjen me Gjesën, dhe është kotë të flas tashmë, sepse jemi shumë larg tashmë. Ti di gjë për Eglin e për Gjesën? Jo, nuk di gjë. Po dhe nëse di nuk ta them. Një gëzuar. Gëzuar. Të pacha. Po jashtë kamerës, më thuash? Po jashtë ta them jashtë unë. Si kaluat në Turqi me qëra fjalla? Bërët pushime bashkë me disa nga ish banorët? Aty u kënaqëm. Kuptova që me disa prej tyre do t'jem shumë mik dhe me disa diçka më pak. I kuptove nga ato pushime? Po i kuptove nga ato pushime, sepse njeriu, domethënë, unë jam një trajtshëm konstant, nuk ndryshoj. Ka njerëz që ndryshojnë, që ku diun i pëlqen vetja, se dolen një herë në ekran edhe u duket vetë e sigurt kush e di çfarë janë, se kanë ca followers. Ndërkohë që këto gjëra i kemi gjithë. Po unë duke kaluar dhe më parë, po pra kur e kam pasur unë edhe, okay, kryesisht kaluam shumë mirë, u kënaqëm, pra atë marrëdhënien që krijuam aty brenda virtuale, tashmë e kaluam në reale. Pra, siç të thash, përveç Olcit edhe Petros, edhe Gercerën e kam shumë xhan dhe shumë shok. Pra, pjesën më të madhe të banorëve, ish banorëve i kam shok dhe miq. Po më thuaj dikë që ka zhgënjur, po them. Po nuk është gënjime, unë ta thash, mund të ketë pasur kjo që të thash, domethënë pa emër. Ama tani. Po nuk dua të jem. Po thua një emër dhe ti më. Jo, dua të jem etik për faktin se jam dhe me kontratë, edhe kur marrë kontratë do të them. Bëj shaka. Po ti kontratën nuk e kemi banorët. Bëj shaka, jo, janë të gjithë shumë të mirë. Të gjithë. Për mua loja mbaroi. Pije. Po gëzuar dhe një tjetër. Pije, gëzuar, shohim. Pije një atë dhe pastaj përgjigju prapë. Ç'kemi ne? Kur ishe me pushimet e nuk isha ti me pushime, ishe jashtë Bigut. Po ishe me banorët e Bigut, kështu që mund ta thuash. Po, si kalove ti? Thuaj. Ti pije, po ti vetë s'po e pi? Ja, po pi unë. Je pirë. U këpute. Do pi me eks, po e the. Ja, vazhdojmë. Hesim përpara, se nuk e dihet. Te gota, ja? Ja, se ti dhe kështu nuk po e pi me eks atës. Se do pi me eks? S'ke frikë? Se kur pi i thua gjëra që mund të pendohesh? Jo, kam frikë se kur pi them të vërtetën. Unë e them që ta themi të vërtetën edhe pa pirë? Unë e them pikërisht atë do të thoja, e them dhe pa pirë, po kur pi e them e turmetoj edhe më shumë. Domethënë, njerëzit nuk u pëlqen e vërteta. Njerëzit kryesisht duan gënjeshtra. Shqiptarët dhe italianët e kanë këtë gjë, domethënë ne na pëlqen gënjeshtra, ashtu sikur se dhe italianëve. Edhe unë nuk mbahem si gënjeshtar, nuk jam dhe s'dua të jem. Dhe prandaj përpiqem të jem ky që jam. Të thuash vërtetën, po të jesh diplomat. Jo, nuk ka lidhje diplomacia, se sa ka lidhje shiko, nëse personi është një vajzë, është pak e sikletshme të debatosh apo të grindesh me një vajzë, pra, që unë të flas keq për ty. Ti ishe një mashkull dhe ishe tjetër gjë. Po kur je vajzë, ka diçka që nuk shkon, nuk mund kërcet gjëja. Pra, kjo është, nuk ka lidhje diplomacia, se ka lidhje sikleti që unë kam të të përmend ty, sepse kam pëlqeu. Jo, është e vërtetë, domethënë. Jo, më vërtetë. Gëzuar. Ti nuk do që të përfshish edhe të
Shiko, kjo ishte edhe një ndër gjërat që aty brenda mua më ndaloi, se fillova grindesha me një vajzë të caktuar dhe pastaj të ishte thosha, po pritet se është vajzë, domethënë Një ndër debate që ti ke pas pak që me Rozana, si është marrëdhënia? Tani jashtë Po, dhe pikërisht prandaj shmangesha edhe nga ajo se është një vajzë. Domethënë përveç se ne jemi kolegë, jemi miq e kështu me radhë, aty brenda qelloi që ishim përballë njëri tjetrit. Vazhdoni të jeni Jo si në miq? festival, por kjo ishte ajo që më trishte. Nuk jam takuar, u takuam te parti që u bë një 2-3 ditë pas finales. Më tha do të ftoj për supë ke shtëpia. Okej, po e pres ftesën e saj, akoma s'ka ardhur. Gëzuar. Gëzuar. Këtë dolli do ta ngrem për supën e Rozanës që është akoma në tenxhere. Isha dhe me brokoli. Jepi. Jo me hile, jo. Jo, më e pi, po jepi ti, se ti je Jap, më ftuar. Se me eks. Jo, me eks tash po të më thuash emrin e personit në pushime që... Unë si do qoftë nivelin e kam më poshtë aty. Po, mirë, të prezentoj emisionin, Okej. pastaj ndrojmë vëndet, vishti Do riktheheshe edhe një herë në Itali ose diku jashtë për ta provuar, mbase jo emigracionin si emigracion konotacionin që ne japim, por për të jetuar në një shtet të ri, që nuk është... Kur isha në Firenze me mikun tim Driron Hoxhën, i cili promovoi filmin, e pata këtë gjën. Ashtu, E pata, domethënë, tash të rrit një qik. Se si do qoftë më mungon, e kupton? E kupton, nëse e kupton. Jo, nuk- Ti ke qenë emigrant jo, se kupton, okej. E kuptoj. Më mungon, si do qoftë, pavarësisht 8 milion vështirësive që kam pasur atje, prap më mungon. Dhe e pata këtë tundimin dhe u shkuta nga Driloni, se unë kam dhe 2 motrat atje, tash po e qika motra. Ndërkohë që shkoja nga motrat, më shkonte mendja të shkoja ndej poshtë ku kisha qenë në Siçili. Pas të tash lëre, tash se do ngecem, se ngecem unë ndonjëherë, domethënë edhe e njoh veten edhe e shmanga. Rrezikon që mund të... Sigurisht edhe e shmanga, domethënë vajta takova motrat, tash ik më mirë se e pash që kishte një magnet që më thithë, një zë që më thriste. Thoshte ajo mami im italiana me pas se ka vdekur. Una volta bevuta acqua lipari è impossibile non ritornarci. Domethënë, po e provoj një ujin aty pak vështirë, mos kthehesh ta riprovosh. Po, gocat si ishin? Një marrëdhënie kam pasur atje, nuk është se ka qenë diçka kështu që zgjati, serioze. Ishte italiane, ishte flokë të verdha, të lyera. Çfarë diferencë? Më thotë diferencë me disë femrave italiane dhe atyre shqiptare? Unë, si çdo moshatari brezit tim, ne jemi rritur me gjuhën italiane, kemi mësuar autodidakt nga kuplat, edhe unë e kam dashur gjithmonë italianin. Sigurisht dhe gocat italiane të mira, janë të keqe. Jo si tonat, që janë si shpirt, si yll, si dritë, kemi vajzat më të bukura në botë. Po dhe italianët janë një çik lezetshme kështu. Ose më duken mua nga gjuha. Por prapë ngelen e shqiptaret. Nuset e do shqiptare. Po jo sot, nesër, se sot tashi. Po mirë dhe. Tashi, si të pim dhe 2 gota ne. Mirëpafshim. Po. Të pyeta për banorët e Big Brotherit për pjesën e miqësisë me Kërruan, po jam kurioze me banorët e etheve. Ruan marrëdhënie me Me ndonjëherë Njezën, prej tyre? me Arbrin, me Roselën, me Tergitën. Pra, me ethet kryesisht kam raport me të gjithë. Me këta që të përmenda kam edhe fizik raportin, se si një social, takohemi sa herë, po dhe me pjesën tjetër shkruhemi, sepse tashmë jemi bërë gjitha Njezën në Angli, Arbrin në Gjermani, unë shkova në Itali, Rosela është këtu, do më thënë tani që jam këtu, okej, shikohem, takohem. E kemi mbajtur raportin, po dhe me pjesën tjetër, jemi në kontakt gjithë kohës, po. Ishte ide e bukur të bëjë një këngë, një bashkëpunim me një këngë nga ethet, të rifjell. Nuk e di, unë Anjezën e kam pasur dhe vazhdoj ta kem gjithmonë edhe këtu, por të shojmë, është në Angli. E di, po ku është? Anjeza është bërë dhe, ka kohë që është bërë dhe nëna dhe sigurisht që jeta ndryshon. Jo për mua që ngelem gjithmonë një Peter Pan, një fëmijë kështu, një adoleshent i parritur. Edhe sigurisht, duke pasur dhe këto gjërat, ti e kupton se e nën vetë, që ngarkohet jeta pak. Po për brezin tonë që jemi rritur me ju, na keni nxorruar spektakël, muzikë të bukur, është gjithmonë shumë të merrmalli që të dëgjosh. Dëgjove Anjeza, me ty e ka Ulona. Me ty e kam. Ja, kjo ishte mbas Elvanës, po fillojmë me ty tani. Kledi, të falenderoj shumë. Faleminderit ty. U kënaqa. Edhe unë u kënaqa. Do ta ngrem dhe një të fundit, do ta ngre për ty, me të Faleminderit. vërtet. Të paça. Uroj shumë që të njohësh vetëm suksese në vazhdim, edhe mos
të ekzistojë më në memorin tonë periudha ku ti ke kaluar vështirësitë e tua dhe u shkëputa nga skena, vetëm të jesh mirë e më mirë. Faleminderit. Gjithashtu. Kënga magjike, festivali fund vitit, janë këto kompeticione që të jofshin? Te magjike po mendoj, po nuk e kam vendosur ende, të shohim, sepse tash jam shumë i allakatur midis Shqipërisë dhe Italisë, të shikoj këto materialet që do të bëj, domethënë, nëse ndonjëri do të jetë për apo do ma japi atë idenë për ta çuar atje. Po Eurovisioni të tërheq ide? Eurovisioni është një festival shumë i bukur, po të shohim. Ngjelet për të parë, në sensi nuk kam gjë konkrete as për festivalin e këngës, as për magjiken. Dëshira nuk mungon asnjëherë për të marrë pjesë dhe për dalë në për intervista, po përpiqem dalë sa më pak, sa më rrallë, sepse nuk dua të konsumohem. Në sensin që të jem gjithkohës në ekran nga ty tek dikush tjetër. Dhe për këtë i kërkoj ndjes dhe kolegëve tu, gazetarët e të mi, por është thjesht ideja që s'dua të jem gjithkohës në ekran. Tani mbaroj këtë intervistë, bëca javë pushim, edhe pastaj bë çfarë duash, po. Jo, e thash të sepse ndërkohë edhe ty pa dashur të kam spostuar. Më ke spostuar, pa hajtë se vipave i lejon Por të gjëra të thash, jo nuk është puna aty, po thash nuk është kjo ideja. Patjetër. Çdo njeri ka kohën e vet, kështu që s'ke pse ti justifikosh fare. Gëzuar. Gëzuar dhe faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit që na ndoshit, do shihemi sërish dielën tjetër në ekranin e Mostra Televizion, 21 natë më mirë. Ta-da